Okay, let's go. Okay, let's go. Mirëmbrëma të dashur pacientë të Tru Podcastit. Juve dini që këtu ka personazhe që juve i keni dashur gjatë kohës. Nuk është se i kam shpikur unë thjesht i sjell këtu te shtëpia ime për të bërë një bisedë. Një nga, si thëmon, kushtet për të qenë pjesë e Tru Podcastit është shumë i thjeshtë, duhet të kesh vetëm mendim. Po patë mendim, ndryshe edhe nga imi, ndryshe edhe nga joti, ndryshe edhe nga i gjithëve, po pakën tjetë mendimi i argumentuar, ti kalon provën për të ardhur në një bisedë shumë të lirë në Tru Podcast. Juve që tani do thoni që ti gashi je shumë arrogant, se ti mendon se je më i mirë edhe se po vdesin njerëzit me art e ty, jo, nuk është fare vërtet, njerëzit nuk vdesin për me art e kun, por shtëpia ka disa rregulla, dhe për gjithë juve që më sugjeroni emra njerëzish që ftoje këtë, ftoje atë, ftoje këtë, mund të jenë shumë të bukur për të bërë viral për gomarliqe, po nuk më duhet ajo lloj shikueshmërie në podcast sepse ofendoj emrin e podcastit që është Tru. Kështu që le të vazhdojmë me personazhet shumë të mirë që unë i kam, të mrekullueshëm, gjithë personazhet që kanë ardhur janë të mrekullueshëm. Dhe një ndër ta është, siç ka qenë Gent Bego, një nga humoristët edhe nga regjisorët më të mirë të Portokallisë që ka pasur dhe unë e kam ndjekur bashkë me Gonin. Është edhe Marin Orhanaci, që e kemi këtu, që është e vërteta, kam pasur një komunikim totalisht sikur njiheshim prej vitesh, që kur jemi takuar për herë të parë në për ato korridoret e Top Channel-it, kur pinim kafe, që Marini dilte nga regjistrimet e Portokallisë, unë prisja për të hyrë në studio, edhe ku na ka bashkuar edhe ndjera, një mikesh shumë e mirë e jona, Alkeda Miraga, që tani nuk jeton më, i ndrit shpirti aty ku është. Qoftë në Parajs. Një qoftë në Parajs, një nga vajzat gratë më të mira Top Channel-it. Më e dashura, nuk e di domosdoshmë. Vërtet, në gjitha kuptimet. Kemi mundësinë tani me i bëte pak homazhe, edhe pse jemi me vonesë. Qytetare e mirë edukuar e devotshme. Për zotin, domethënë, nëse kishte ndonjë gjë që mua më pëlqente te topi vlla kur vija, ishte që vetëm ajo kafja me Alkedën, se rrihet te Banaku dhe pije bëj muhabet. Aty ku të ka aty ku jemi taku bashkë. Marin, faleminderit që merrte vëlla. Zemra ime jam unë i nderuar. Me të shpjegu ty tash si ja kam thonë disa njerëzve me të prezantu Krishtin, se tani ti s'ke nevojë për prezantim vëlla. Jo, zemra ime, po duhet të të shpjegoj unë pak ty. Po. Të falenderoj rreth parë se është kënaqësia ime që jam pjesë e podcastit tënd, por këtë mendësi nuk është se e ke fituar sot që po bën podcastin, këtë mendësi ke patur në tavolina, këtë mendësi ke patur dhe i referohemi edhe kohëve pak më herët. Po. Është kënaqësi vllai të bashkëbisedosh me një qytetar në të gjitha kuptimet. Faleminderit.
Dhe kur e përcaktoj qytetar, se përpiqem t'ia them dhe disa tjerëve, nuk ka rëndësi ku ka lind njeriu. Gjenit më të mëdhenj që kemi, e nisim me fistën që e kemi edhe pas. E përfundojmë te konica, kanë jetuar në zona rurale dhe ka një shprehje për këtë punë. Gjenit lindin në zona rurale. Personalitetet formojnë qytet. Tani ne nuk po flasim në nivel gjenish, po është e mira që me ty jo vetëm jam padorashka, për të biseduar për çdo lloj gjëje qoftë, por mbi të gjitha ndihem mirë se je qytetar i mirë. Qytetari i mirë dhe i devotshëm vllak. Kur ke kontribut, qoftë letrar, qoftë panoramik, ku diun, në të gjitha mënyrat ke kontribut dhe je qytetar. Ne flasim vetëm për njerëz që kanë kontribut. Njerëz që s'kan kontribut dhe zhduken, dalin dhe zhduken menjëherë, janë ato si puna është një qenie që jetonte gjithsej 36 sekonda. Po, edhe i hidh të lule kështu. Imagjino se mund të jetë realiteti në 36 sekondën e saj. Vllai ai, nuk e di, e kam pa në dokumentar, po ishte e frikshme se kjo si biçim lule cilësoi si qenie, mund t'i them, nuk mund t'i them, po qenie që organike. Kishte shpejtësinë më të frikshme në planet. Se si e lëshonte këtë qenien tjetër, pra një pjesë trupit saj që duke në fakt si një pikë e vogël vese, po shkonte me një shpejtësi të llatashme. Kështu që të tillë njerëz neve nuk na interesojnë. Na interesojnë njerëzit që kanë kontribut, që përpiqen ta çojnë shoqërinë përpara, me çdo lloj forme, po përpiqen ta çojnë. Po më thon që t'ja shpjegojnë pak njerëzve se kjo pjesa e kontributit, se këtu faktikisht bëhen edhe shumë debate politike, po unë do të largoj nga politika se nuk na intereson. Unë s'para jam i përfshirë, po mund të bisedojmë edhe vet pas zgjedhjeve janë të huajsuar komplet nga politika për ca kohë që të mbledh vetëm të gjej çik atë shpirtin tim artistik, se bollu konsumova për shterpët. Mbledh një vetëm retreatment, a kupton? Por si to çpene kontribut, flasim për kontribut, kam kontributur në parti thot njëri, a kupton? Në që kuptim ka kontribut, se ka disa lloj kontributesh. Thot një tjetër, po dhe unë kam kontribut. Pastaj vjen edhe një tjetër, kam dhe unë kontribut këtu, se gjyshi im ka qenë. Pastaj vjen edhe një pjeshk, një nga këto eskortat që na hiqen si modele. Dhe thot, shikoj se dhe unë kam kontribut në shoqërinë shqiptare. Sigurisht, pas orës 12 natës. Po, pas orës 12 natës ti ndikon në procesin apo në linjën e bizneseve të pastrimeve kimike, sepse çojnë çarçafët. Na gëzon personalitetet dhe nesër nuk do thot broçkulla. Na mban gjallë. Analizoj energjinë, a kupton? Tani, a ma shpjegon dot pak vllai ta ç'ash kontributi shumë thjeshtë vlla për njerëzit. Se gjithë abuzojnë, është term abuziv. Atëherë. Unë po nis nga fëmijët e mi. Po. Nëse do shohim këtë podcast, po bëjmë, në fakt podcast është term unë kam qef bashkëbisedi. Ajo është. Dhe i mirë do ta lloj që ndoshta të dy djemtë mi, ndoshta disa gjëra nuk do i kuptojnë, po ato që do kuptojnë është që e para punë kur komunikojmë për njerëzit duhet me komuniku në gjuhë letrare. Po. Ky është thelbi. Se ndryshe ai burri dhe ata burrat atje që kanë qenë themelues të gjuhës shqipe dhe ata që dhanë vërtet kontribut për këtë gjuhë që kemi sot, nuk do e bëshin fare këtë punë. Ka raste, siç është rastin tim, që unë në skenë duhet luaj një pigjosçi i rëndomt, po themi, për nga niveli social që ka dhe në familje. Po nuk e rëndomtson kjo, se mund ta kesh babain minator dhe e ketë mrekullueshëm. Po, absolutisht. Atë ka ditë bëj. Po. Dhe ndoshta si është dhe mundësia, por është një nivel në nivelin mesatar. Nëse ne komunikojmë në këtë nivel, kur jemi duke diskutuar të dy bashkë, që pretendojmë që jemi dy njerëz që kemi lexuar disa libra, përpiqemi të rrim prap në kontakt me librin, pra mos sa humbas këtë kontaktin. Po. Atëherë duhet me komunikuar këtë gjuhë. Ndryshe pasaj unë dal tek personazhe që bëjnë portokalli. Nuk mund bëj dot një zjarr fikës i cili flet me gjuhë letrare, vllai, se ai shkreti. Absolutisht. Këtu bëhet ndarja, po. Sepse janë personazhe social politik. Por kontributi yt ku qëndron? E para punë bëjmë një podcast pa background. Po.
bëjmë një podcast bëjmë një bashkëbisedim shumë interesant, lirshëm, siç po flisim dhe kur po pinim kafe. Dhe kjo është e rëndësishme. Në podcast ishim tel. Podcasti ai është. Nuk kemi përgatitur as ti për të bërë pyetje, as unë për të kthyer përgjigje, por dhe kjo është gjë e mirë sa që bën ti. E kam vënë edhe në ato që ke bërë para se të isha unë këtu. Ndodh gjithçka aty për aty dhe ndodh për një arsye. Unë shpresoj që të flasim për fenomenet më të mira të mundshme, çfarë do na vinë për mend, por e di shumë mirë që ti s'ke bërë program për këtë punë. Absolutisht. Sepse ke nivelin social të tillë dhe kontributi yt është pikërisht për këtë arsye. Nuk je as vulgar, as banal, gjëra që janë shumë të rëndësishme sot për një njerëz që të paktën pretendon se është nga niveli mesëm e lartë. Po, mbi mesataren. Kjo është për të lavdëruar. Dhe duke ditur pasaj se si e mban gjallë këtë podcast me gjithë hallet që ke ti, edhe me këtë krizë social politike që po kalojmë, pasaj i bie të them që ti je hero. Hero vlla, se nuk e di pse them hero. Në kuptimin më të mirë të fjalës, është shumë e vështirë që ti investohesh diku ku ndoshta edhe rrezikon. Rrezikon mos e marrim. Rrezikon sepse del njëri dhe thot, këtë podcastin që e bëj unë, se i ka ai. I kam bërë, pra. Ka vajtur 400 euro një podcast, ta hameni aty që ka 400 euro podcastes, po flas me emra se ata kanë drejtën e tyre, s'mi kanë marrë mu lekët. Jo. Po mua po të më japësh 400 euro, ndërtoj pallat, nuk bëj podcast. Sepse nuk janë nxjerrë dot lekët më ti. Marin, se ti e bën një biznes për të marrë feedback. Po kjo është, pra ne po them, kjo është për të ta vlerësuar se nuk mendove të bësh një biznes siç përpëlitemi të gjithë ta bëjmë. Edhe nuk do ishte keq bëj edhe biznes. Po mendove të bësh këtë podcastin, këtë bashkëbisedimin me ata njerëz që ty të shkojnë përshtat. Se ndryshe ti mund të marrësh nesër një person tërësisht komercial, ndoshta do kesh 10.000 herë më klikime se çdo kesh me Marinin, por kjo nuk do të kënaqësh ty, më sa të njohun. Po. Do marrësh një person, do e pyesësh deri në nivelit. Nuk e di pse nuk e bëj dot. Sepse mua më kanë ndodhur, unë njoh tani gjithë celebritit e Shqipërisë, njoh se më kanë raste në për televizionin, do shkëmbesh 5 fjalë, 6 fjalë. Janë fake valla. Domethënë, mua më mban gjallë as pushteti, as ndonjë njeri dorë mano negra që vjen poshtë se gashi është i joni edhe. Po. Asnjë, fare zero. Mund të jetë ai që mund po unë jam dieni. Për që të mundoj vlla. E kuptoj. Për mendimin që nuk është, e kupton? Por nëse unë marr një njeri me shumë klikime këtu, ai do bëj marketingun e vetes kështu në mënyrë kruciale, në mënyrë brillante, që shikoj se unë jam edhe rash e vdiqa. Mua më duhet njeriu vlla, nuk më duhet statusi. Unë nuk kam marr aktorin e Portokallis, unë kam marr Marin Orhanasin. Po, patjetër. Domethënë mua më intereson vetëm Marini. Profesioni është plus. Edhe unë të vlerësoj. Është plus profesioni. E bën ti profesionin, jo profesioni ty. Ky është problemi valla këtu në Shqipëri. Problemi këtu është pra është si puna e atij djalit që është me një makinë shumë të shtrenjtë dhe të shef sikur e ka shpikur ai, e ka prodhuar ai makinën. Jo më vëlla. Nuk e bën makina njeriu, bën njeriu makinën. Madje më vjen me qesh një herë se un kam filluar të lëviz domethënë nëpër Tiranë pa diskutim, po edhe një herë vim punë këmb. Kam qef. Më tha i dite i policë dhe merrte me qeshta. Ç'neri pa makinë. I thash, ka problem? Si me timen i kemi kalu fazat ku bleshin makina dhe në fakt atëherë edhe shijoj se të shi me makinë mund të ecësh 10 metra, parkoje, hecje 20 metra në kom, paguaj di këtë tjetër ta sjellë makinën, se është trafiku. Po njerëzit maten me ato që kanë, dhe me ato që duken. Puna është që neve na mban gjallë edukimi vllai. Këtë duhet falenderojmë si unë dhe ti, familjet tona që na kanë edukuar mirë. Nuk ka për të na bërë makina. Madje kur ta kuptoj ai se pse iki unë këm punë, ai do të dalë në pension. S'besoj se ka për ta kuptuar. Unë e bëj për të qenë pak më në formë, për të qenë pak në notat mira me veten dhe me trupin. Nuk po vim duke u ngretur, vim duke rënë. Ka dhe diçka, më mbahet mend një pasazh që kisha ndodhur tek nga që ti vjen nga kinematografia dhe po ta lidh me këtë. Kur u bë Sulejmani Madërishëm, gjithë produksioni që po madhështor është në thelb se kanë nxjerr produksionin gjithë historinë e Turqisë në atë lloj periudhe në shekullin e 16 me Sulejmanin e parë.
aktoreja që luante Hyremin Mhm. kishte kaluar në bipolaritet, sepse E kuptoj. nuk ishte më Shpendi apo Marini që është aktorje, Po, kishte kaluar tani, kishte marrë ato premisat e një sultaneshe. po, Edhe ka kishte marrë gjithë humbur- vetit e personazhja ka vesh Kishte vetës. humbur realitetin. Dhe njerëzit nuk e kuptojnë që ata të pasurit kur të shikojnë ty dhe mua që ecim këmbë ose me biçiklet, Po, i duket abi. na kanë zili, jo habi vlla. Po. Edhe mua këtu më vjen Akil Ata na Belidi. kanë zidis patjetër se është ajo domethënë shkon me makinë deri ke liçeni, ecën 100 metra, pi kafe, kthehesh me makinë thu isha ke liçeni. Ti s'ke qenë ke liçeni, valla, ka qenë makina ke liçeni, jo Dhe ti. mua këtu më vjen shpreha Akil Pelidit që i thot asaj skllaves vet. Zotat na kanë zili sepse ne jemi të vdekshëm. Po, Ata janë. Domethënë na kanë zili. na kanë zili se jemi të vdekshëm, neve kemi emocione. Ore kemi ulje ngritje, po ato ulje ngritjet neve na bajnë gjallë vlla. Kur ti i ke të gjitha, E çuditshme është kur kryesë ti e i ke të çuditshme. gjitha dhe njeriu. ti nuk je më njeri, ti e shikon veten që edhe ai njeriu që punon me ty, ti e shikon si bazë interesit pastaj, sepse ai ti e di shumë mirë që ai të shikon vetëm për interes, sepse ka humbur humania. Po, përveç asaj duket sikur gjithmonë ata që kanë të paktën kam disa të njohur kështu. Gjatë gjithë kohës është në survejim. Për çfarë më tha? Pse më tha? Aq më tepër kur është i pak shkolluar. Dhe të shohin gjithmonë e shohin veten si objekt sulmi. Ka dhe raste ku sulmohen për shkak se kanë ato të ardhurat. Gjoba. Po ka raste edhe kur të provohet domethënë me urujt kaq shumë. Po jo, mos zotëri, un kam qëndruar me ty. I keti mundësit më shumë se unë. Po kjo s'do thotë se bëj qef më shumë se unë. Po. Se unë e gjej qefin sipas vetes, sipas asaj që di. Këtë ta them edhe unë me bindje. Domethënë ka Unë bëj çuna. qefin vaj, unë Ka di. çuna që në rinin kanë pasur na 2000 euro për të prishur në ditë o vlla. Edhe nuk kanë bëm qef se sa unë dhe çuna që mi mblidhem apo si mblidhem 400 euro te çuna bashkë Po pra, po unë për them. pushime. Qefi bëhet edhe me 2000 lekë, po në vendin e duhur me person e duhur. Po. Gjë që ndoshta atij i mungon. Dhe kjo e sforcon, gjatë gjithë kohës e sforcon që ai te kalon masën, domethënë masën e ruajtjes, po ky pse ma tha kjo, po ky pse e boni, po ky pse më thirri ky për drek. Ore gomar, hajde të japi drek valla. Ti mund të jesh pasanik, po unë lekët për i drek i kam. Po. Për i drek i kam valla. Nuk e kam për ditë atë drekën. Po. Një herë që duhet me ta nxjerr ta nxjerr valla. Po. Që kam buxhetin me ta nxjerr një drek mirë. Po, kjo është për të vlerësuar për faktin se unë nuk llogaris kur rri me ty se sa të ardhur ke ti dhe çka ke boti. Përkundrazi. Që si ke për mua. I ke për vela. Pastaj ne shqiptarët jemi çik vlla, disi në çdo bisedë që bëj, po besoj ke arrit herët në këtë konkluzion. Neve na ka prish. E para punë ka qenë vitet para 90-s. Ato na kanë shkatruar. Na jemi frustruar shumë si popull. Edhe jam përpjek ta them dhe diku tjetër. Ajo na bëri, domethënë, të gjithë cilësitë e mira që kishim si popull, na i veshi komplet. Më pas kuptuam që ka dhe një mënyrë tjetër jetese, demokracia, të cilën e morëm shumë keq. E kemi përfitur në mënyrën më keq të mundshme. Se kemi kuptuar. Se kemi kuptuar. Përveç asaj, na kanë udhëhequr gjatë gjithë kohës autokrat. Kulti i individit tani është i rrënjosur tashmë. Dhe ky është problem. Ky është vërtet problem. Ndërkohë që ne s'kemi kuptuar akoma se çfarë force kemi. Në tërësi më lal. Ne jemi popull i fortë ndër gjithë popujt e botës. Por më pëlqen ta them kështu, jemi të fortë kur jemi individ. Ecim përpara. Po bëm grup, fillojmë me gabime. Po si ka mundsi, më thon, në çdo lloj vendi të botës ndodhe kundërta. Ndodhe kundërta. Neve thënë, vllai, masa çështja e jep- komandantit më burrë dhe Më thon si ajo Barceleta me autobusin nga Kuçi. zemra nuk njohim hierarkinë. Vllai im nuk e njohim hierarkinë. Ka një hierarki valla. Ne po tregoj një histori të bukur, që është për qesh. Unë përcaktoj se si jemi ne shqiptarë. Domethënë në kolonjë un kam babën e kam nga kolonja, domethënë kolonjar. Mirë po ata kanë qenë shumë patriot, plas gjitha e zonë. Po. Dhe nëse s'do kishin qenë ata ashtu, për këtë beso, greku do i kishte marrë Po. komplet atë zonë. Kjo është pak për e sigurt. Është pak për e sigurt. Domethënë një nga bukurat që vlerësojmë më së shumti atje është Petronini Luarasi vllai që është Po. Etalon është. Pa, nuk di Etalon çfarë. është. Po. Ai ka po kontribut real. Ai është Ai është kontributor ai dha real. jetën për këtë punë. Po. Dha jetën vllai. Po. Ishin
4 kapedan nga 12 vet. Shkojnë në Konicë, dhe është për të ardhur keq që një nga mendjendriturit më të mëdhenj, Konica, Faiku, ja kanë shkatruar shpinat në Konicë. Janë të gjeneruar. Megjithatë, për vetë e kanë, shkojshin në Konicë, bëshin luftra të vogla, kapshin në i be, vritshin në i be. Një herë shkojnë vrasë një be shumë të rëndësishëm, edhe i marrin gra, fëmijë, plaçka, flori, i marrin dhe i kalë. 4 kapedan nga 12-48 vet. Një po, nuk ishte puna ke floririt të këto. Ku nxjerr kokë shqiptari. Kush do merrte kalin? Vinë kolojnë, thënë, pyes një burr të mashkull. Ku jeta ko kali? Dhe ai tregohet shumë i mençur. Kali ti hipi ai që është treguar më trim betej. Gordi Kali. I hypën 48 vetë si për Kali. Ishin të gjithë trima betej. Gjithë trima nga. E vran Kalin fare. O ngordi Kali. Atëherë ran rehat. Sa të merre. Pra, kam çështjen tek kushdo mund të ishte i zgjuar, një i zgjuar do merrte florint. Po. Do merrte plaçkat. Është çështja e Kalis, është i vetmi objekt. Ktu pasaj hyn loja edhe se si është ndërtuar njeriu në përgjithësi. Ne e kemi shumë të theksuar, po unë mendoj që njeriu është ndërtuar që madje më kujtohet Koçat e Vole, rraf me Tliu, se e ka qate. Po mos shko atje, vetëm atje mos shko. Unë e kam dash shumë ata. I mrekullueshëm. Ramet Lion po është. I mrekullueshëm. Domethënë unë jam rrit me humorin e tij dhe i shoh sot e kësaj dite, aty janë të gjithë aktorët mrekullueshëm, ëh. Pa diskutim. Nëse Koço kishte plastikën, ishte duke. Po Koço ishte edhe krijuesi. I kishte plastikën, domethënë te gjuetia e dërave, se fole për Koçon. E mrekullueshëm. Gjuetia e dërave. Është gjetje fenomenale, jo. Pjesa domethënë te shkolla e qenve. S'ka më. Që ta shpjegon me satir se si funksiononte sistemi. I mrekullueshëm. Që e bëm njeriu në qen. Se i duhesh partisë. Se në qoftë se partia tha. Metafora shumë e lartë. Se në qoftë se partia tha, nuk e vret atë derrin, i shkon plumi keq, me do e mosta, bën gabime në qeverisje dhe du të bëjë ato refleksion. Neve, qend, do t'i marrim, do t'a çojmë ta derat para partisë, që si do që të gjojnë ata, të kapin që punët ikin mirë. Ai burr kishte një konkretësi të latashme. Ne kemi punuar edhe në Portokalli. Po, ka ardhur në Portokalli dhe te fiksi ka ardhur atëherë. E kisha shumë qejf, po. Me ne në Portokalli ishte shumë simpatik valla. Figurë shumë simpatike. Me thon drejtën. Po për shembull, me që dolëm tek aktorët, po flas pak. Janë disa njerëz vllai që kanë lënë gjurmë. Këta janë ata që kanë kontribut. Këta janë të vërtetë, flas edhe për artin pamor, po. Në përgjithësi. Po ti vësh re edhe komentet që i shohin njerëz sot e kësaj dite, shënojnë dhe datën dhe ditën ata kur po e shohin. Po. E thot me shijoj si herën e parë. Po. Ai vllai ka lënë vërtet kontribut. Ka lënë kontribut më burrë dhe. Është përpjekur të na hap syt dhe të na tregojë se si ka qenë e vërteta nëpërmjet një humori krejtësisht të holl, satirik, etj, pafund. I mrekullueshëm. Le gjurmë. Në fakt edhe humori i tillë duhet të jetë. Humori është ta thuash të vërtetën, o i thua të vërtetat me humor, ose thot, më thënë, në zhanri më i vështirë komedia në thelb në është më i vështirë. Filme më i vështirë sepse duhet djesh personin që di ta mbaj humorin, personin që di ta thoj humorin. Po edhe ai që të kthej përgjigje, se duhet bëhet pjesë e saj. Duhet pjesë e saj që ta kuptoj. Dhe neve kemi vetëm një mallkim vlla, si maq sa kam kuptuar në jetën time modeste. Edhe i referohen fjalëve të Medim Malkës, që i referohet gjeniut Kadri Roshi. Kadriu i mrekullueshëm. Çfarë gjeni? Në këtë botë prandaj është krijuar ky lloj sistemi që i paaftit të hajë të aftin. Dhe këtu vllai im nga 44 nga 44-45 deri në 2025 fatkeqësisht mund të jetë ndruar sistemi që për mua nuk është ndruar, thjesht është moderuar, po këto hyn sisteme të tjera, më thënë po futemi në debate të tjera. Un kam një shprehje për këtë që thotë. Vazhdoni njëjtë emërus. I paafti vret të aftin vlla. Ky është mallkimi i popullit tonë. Po bëhet shumicë. Un kam një problem të madh dhe kam dëgjuar një nga mund ta quaj mjeshtër fjale, po ai është psikolog, është britanik.
nuk më vjen ndërmend emri, po e kam dëgjuar disa herë. Dhe ai thot në takimet e mia, thot, qofshin përballë, po qofshin nëpërmjet telefonit apo rrjetet sociale, kam folur me shumë miq të mi dhe kur bëhet fjalë për miqtë e tij dihet që janë standard i lartë. Absolutisht. Arritëm konkluzonin që është shekulli i ignorancës. Dhe ky është problem për ne vëllai. Sepse ne kemi krijuar etalone të këqija për vendin tonë. Në të cilën radhis. Shqipëri duhet të bëhen gjithë pasur brenda një muaji. Po. Për të burse kam 27 vjet karrierë. Një shtëpi kam dhe ata e kam për babës tëm, që ta dish. Po, më fal se ka qef me dëgjuar, sa e kam shtëpinë me Slim Syri vllai. Po. Me Slim Syri shkret, është thjesht një rrugë. Shtëpinë mund ta kesh ku të duash, por sigurisht që duke u bërë gjithë këto ndërtime, u rritën artificialisht gjitha çmimet, dhe të te me Slim Syri nuk e prek dot më shtëpinë me dorë. Po. E them këtë se shumë veta nuk e dinë, dhe kur i thonë një herë që kam shtëpinë me Slim Syri, po që të bëllë, aty e kam. Pra, duke patur parasysh të gjithën këte, neve na bi për detyrë të përpiqemi të rrim një standard nëse jemi popull i zgjuar. Prandaj them që njerëzit marrin për nga kontributi, se e nisëm me kontributin. Ti ke kontribut se neve kapim tema social politike të cilat na vlen. Po. Unë nuk mund të kap dot një temë çfarë i tha filania fistekut. A do martohen ata? Nuk më intereson kjo mua më shpirt. Mua më intereson që mbarvajtja në punën time të jetë korrekte, të them gjëra të cilat më shijojnë edhe mua, se unë mund të bëj humor vllai. Po nuk më shijoj mua, nuk kam se ta servir ty. Do unë të bëj humorin që di. Nuk ka humor, në referu njerëzit zakonisht i referohen rrjeteve sociale. Po të vesh re në për to rrjetet sociale, ka disa video të shkurtra 10 sekonda të bëjnë shumë me qesh. Dhe vërtet bëjnë me qesh. Po të llogarisësh popullsinë e botës, dhe që gjësejnë 1500 video kështu. Po. E di sa është kjo 0.0.0.7%. Unë e mas me veten, përpiqem të bëj humor sipas me atë që di unë, javë për javë. Dhe po më doli mirë, falënderimi Zotit. Po ka ca të tjerë që se është e koha e tillë që i referohen humoreve 10 sekondë në të cilën është ky humor është prodhuar brenda një jave në Indi nga një person. Që është India është 1 miliard e 300 milion, o vlla. Marini dhe ti përpiqen me mbijetu në një vend që kriza social politike është e pranishme në çdo orë të ditës. Po. Dhe këtu ka dhe problem të madh më vllajtem. Këtu sapo ndodhi skandal, mas 20 minuta ka ndodhur skandali tjetër u harruki. Mirë që ka njerëz që i grupojnë dhe i rigrupojnë edhe aty duhet me i fut në thonjë za vlla sepse i thojnë sipas qëndrimit të tyre. Unë nuk di ta kesh bën një podcastin ti për të godit njëri apo një Vallai zero. Ja, po janë disa tjerë që bëjnë këtë. Po janë 25 podcaste tjera. Atëherë, më thuaj ti më ku do shkojun? Po s'janë, shikoj. Ka një gjë. Kjo është një metodë që çdo sistem kakisokratik, po këtë se thot njëri vëlla, se këta thonë autokraci, jo nuk është autokraci, dhe Rama i ka gjithë drejtën e botës me thonë tani din juve çfarë është autokracia, nuk do më shanit mua, aty ka 100% drejtë, nuk është autokraci. Rama nuk është autokrat në thelb. Edhe mobokraci si thot Berisha nuk është. Se nuk e ke mafjen prezente ti. Ja, nuk është ministri krye mafiozi. Ka dhe gjëra kur flet dikush që i njeh këto gjëra, do të thotë që dikur dhe veti ka bë, edhe ky tjetër i njeh sigurisht. Ne jemi kakistokraci, pra ne jemi popullsi inkriminuar nga roja te kryeministri. Ky është problem. Që do të thotë vëlla, fëmijët me salmonel, në këtë rast ti e prind vet vëlla. Shumë e rëndë, shumë. Falënderime atyre 10 prindërve të shkret në Kolonjë që kishin dalë për protest. Mua më duket çudi, ndërkohë që unë po të isha në kushtet normale të një shtetit funksional, do kisha marr rrugën nga Tirana, do kisha shkuar, do kisha protestuar me atë nëse ajo do bëj masive. Sepse do kishim rrëzuar një regjim që na helmon fëmijët. Dolën vetëm 10 prindër, dhe ata të shkretët 10 prindër, ata do marrin ndëshkimin, do hiqen nga puna, ose disa do blien, disa do shiten e gjitha, kupton? Ai nuk e kanë dhënë bururin në shitje këtë. Pra, një shteti, një shoqërie, më çfarë shteti, se shteti është refleksioni i shoqërisë. Një shoqërie që nuk i intereson më brezi pasardhës, tregon që ne nuk e duam mjedhën.
Thjesht e kemi glorifikuar jetën. E kemi glorifikuar dhe jemi shumë të aty për atyshëm. Ne nëse ekziston një shprehje e bukur që më pëlqen vllai është carpe diem, kap momentin. Ne edhe këtë kemi keq kuptuar. Më vjen keq, shive, mu dhe ty dhe këtë jam i bindur. Vjen shumë keq kur flas për popullin tim, për gabimet që ka, se jam edhe unë gabimtar. Bëj edhe unë gabime, bëj pafund. Puna është që aq më keq kur e kemi kuptuar ç'a gabime bëjmë dhe vazhdojmë e bëjmë përsëri. A ka mundësi që të thrasim mendes më burr, një moment, po flas për veten më burr. Ndoshta bëj gabim edhe unë. Po unë arrit të them edhe më fal kur e kam gabim. Po absolutisht. Ne kemi problem me faljen. Ne kemi problem me moralin. Ka shumë njerëz që janë puritan publik dhe janë pervers në familjen e shoqërisë. Pafund. Po pra, duhet me heq dorë nga ky morali. Mos bëjnë moral njerëzit që se këtu nuk ka njeri jo gabimtar vllai. Këtu deri ditën që mund të vdesim, do bëjmë gabime plak. Puna është me kërku falje. Dhe me kërku vend të dur. Bën faj apo gabim? Se gabime Po gabimi për herën e tretë bëhet faj masni. Pra ka kategori, bëre një gabim, po them fal, dhe nuk e bën më, këtu të ka falë dhe Zoti vllai. Po kur e bën vazhdim, atëherë është faj. Bësh një qofshi smur. Po nuk ka të smur në faje. Po. Shumë me që po pa e ngacmoj pak si temë, unë jam shumë pak i përfshim politikisht. Po. Madje mund të them që i kam nga dyja pra atë Po miq. si gjithë neve. Dhe kur më ka ardhur momenti më ndihmu një shok që e besoj që është i tillë, edhe e kam ndihmu. Por sigurisht pa u shfaq publikisht e kështu e kam ndihmuar me këshilla etj. Qoftë me connection me kontaktet e me të gjitha. Jo, duke i thënë njerëzve jepë votën. Jo, ti thjesht ky është kemi shoku bisedu, po. Kemi biseduar, janë përpjekje të japë këshilla. Ti ndiqesh nga disa persona, ke 27 vjet në treg vlla. Ke një, si thua, disa klient, në thonjza, që të kuptojnë pacientët, që të ndjekin ty, në të mirën e të keq, siç e kam dhe unë, Unë kam artist, nuk duhet përfshihem. I kam formuar dhe unë, dashur pa dashur, ka njerëz që janë fanatik gashi, du me pa gashin, a kupton? Që unë jam mediokër, më thënë njeriu mediokër i thjesht shqiptare vlla. Jo, të mos e thuaj, por e kuptoj që modestia është jetë mediokre, më jetë e thjeshtë, më se po jetë mediokre. Jeta këtu nuk vlen asgjë. Më kupton vllajtat, nuk është se neve po bëjmë ç'a po bëjë ndryshe nga ty apo nga tjetri apo nga ai bujku në Libov Shtëfierit. Po. Çohesh ti ngjes, çohem unë ngjes, çohet ai ngjes. Ai shkon te toka, unë vi te toka ime, ti vetet te toka jote, se kështu është transformuar toka. Kam një shprehje. Unë punoj, ti punon, ai punon. Pse unë duhet të jem më i famshëm se sa duhet shikojmë si idhujt. Shiko, janë të ndara profesionet pastaj, por në momentin se kjo është thelbësore, dhe ti këtë e ke kuptuar mirë. Kemi biseduar edhe herë tjera. Në momentin kur ne të dy raportohemi si mbretërit e punëve tona, pra ti je mbreti i punës tonë, unë jam mbreti i punës time, këtu nuk do ketë më problem. Këtu nuk do ketë më as VIP-a, këtu nuk do ketë më fjala VIP në vetvete është fjalë shumë e rëndë, epitet i rëndë për një shqiptar. Po. Ka njerëz që kanë fituar shumë para dhe ndoshta e masin të qenë i rëndësishëm sipas parave. Sigurisht, ai është i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm. Por ta shpjegova, është i rëndësishëm sepse kështu e ka ndërtuar ai jetën. Unë në miqësinë dhe në njerëzit që unë njoh dhe kam qejf që ndroj, jam pa aq i rëndësishëm sa ai. Shokët e mi janë pa aq rëndësishëm sa ai. O Marin. Këtu duhet ndar. Ka diçka valla. Kemi të gjithë shokë të pasur. Ca e kam bo vet, ca e kam pas fatin nga prindrit, nga familja të gjitha, nuk po gjykojmë se në fund ditës edhe mua po të mi kishe lënë baba pronat që kishte për të mi lënë, do ndihesha shumë herë më mirë se tash valla. Po e kuptoj. Ç'është e vërteta. I tham, ore, ç'a do ti në Tiranë? Të vesh të harxhosh në blog 4.000 euro, 5.000 euro. Kur prije një me dashurën tate, me grun, me dashnore, ç'a dush ti vlla, në Botswana, Ruanda, shiko botëra me 5.000 euro, shiko vjen njëri ndryshe të hapet syri. Po. Merr pa kulturë. Bëj pak antropologi, i ke gjithë aty as nuk duhet punosh si kafsh, se të vinë ke 5 ardhura bazike. Shijoj jetën se nuk i dieta të shfaqet kanceri apo. Jo vetëm shfaqet, po në gjithë botën po ulin orët e punës. Ne vazhdojmë. Ti ngrem. Neve nuk paguhemi për orët që bëjmë valla. Se kjo është Jo, ti s'paguhesh, po guxo mungoj orë se merr gjob. Se ka dhe kështu? Si s'ka. Kudo. Guxo merr. Në fakt në disa punë mund ta marrësh gjob se po themi ai punëtori që është në tekstil,
ndoshta nuk plotson dot normën dhe ndoshta prish gjithë zinxhirin e gjërave. Por këtu do të ketë një njerëz që zëvendëson, okay? Kur bëhet fjalë për çështje krijimtarie vllai, nuk mund t'i matësh, nuk mund t'i vesh orar. Se mu dhe ty nuk na e pagu kur askush atë që çojmë në orën 1 natës ta shkruaj me vrap këtë se harrova dhe ndoshta aty moment për 2 orë vazhdoj shkruaj diçka. Jam çështje është krijimtaria e Po, tij. ta kuptoj muza, është muza valla. Është krijimtaria, jo më për edhe po mos më qenë muz. Unë kur shkoj në shtëpi prapë më ndem rrike puna ime për shkakun. Si ta bëjte, si ta bëj atë, si ta bëjte, si ta bëj. Është normale edhe ty. Por ti vesh orare, po themi 8-4, Jo, aktorit nuk i vendoset 8-4 valla. jo, s'po nuk i vetëm. Dhe ne në fakt me thon drejtën këtë obje kemi pas pak të lirshme, të lirshme këtë. Nëse institucion serioz ngelet në thelb. Pa diskutim, por ata e din shumë mirë që krijimtaria ime nuk mbyllet as me orën 8 me 4, as me orën 8 me 10. Krijimtaria ime mbyllet ditën që unë jap numrin, edhe në skenë jam duke kriju. Dhe këtë e din mirë Po, gjithë. po edhe në sken se jep Edhe aty mora aty improvizime gjëra, po. improvizime, s'ke çfarë të bësh. Kështu që nuk du t'i bëj elogje vetes, as kujt as kolegëve, po edhe fakti që po flasim për gjëra kaq të imta, po që kanë bëjnë me jetën tonë të përditshme, është kontribut. Është kontribut sepse po rrisim dhe fëmijët, do dëgjojnë ata. Po. E para, e dyta, në Shqipëri vllai, siç e nisa që parë, ka një problem. Të gjithë duan të bëhemi pasur, ndoshta edhe me gjëra infantile. 24 orë, as 24 ditë, po 24 orë. Unë shikoj, unë kam parë njerëz, madje kam dikush më tha, lutem ndihmon diku për ty në punë, po. Ndërkohë që unë e çova, i shkoi emri, tha po do ta marrim në konsiderat. Ai kishte dëgjuar tjetër që dje fillova punë se këti po filloi më lart se ky, se ç'pretendonte ky. E ky më thotë do ma bësh dhe mua kështu. O e thash, ke një vit pa punë, mora, jem të reziljeve. Unë të mirë prita se aq fuqi e kam tek filan person. Ti po kërkon, Rritjen të tyrdesh. ti s'ke hyrë punë. S'ke hyrë punë, vëlla. Po më thon, Ke drejt. çfarë është ky guxim? Më thon, këtë guxim e kanë vetëm idiotët vlla. Se un po të vite ty, Shiko, amatori atë ka guximin e budollajit. të vite ty marrësh një skeç. Thuash o gash, kemi një projekt o vlla. Po. Janë 5000 euro Po, e këtu. vërtet. Unë i kam dash 400 euro për ty o vlla, se të kam mik. Po. Hajde bëj figurantin. Po, po. Trosh fare ta kuptojnë Është dhe pacientët, se ne i shpjegoj me moll. Si mund të vi unë tani, ç'a guximi duhet të kem unë që të më marrin? Ma bën 1500 mua se unë jam marr aty legendën aty që ke aty aktor, dytor. Po, mo. Domethënë, mua kur më thon gazetar vlla, them mos më thoni se ofendon atë djalin apo vajzën që ka po një hale me shkollë, mos unë s'kam marrë nga gazetaria vlla. Me kuptoj. Kam formimin tim. Unë jam politolog, analist politik, studiusi politikave ndërkombëtare. Ajo është e imja. Fakti që unë Ai kam është talente profesionist. tjera për të folur oratorinë e gjitha, janë hidden talent që unë i kam zbuluar kur i mban tregu pse jo vlla. Patjetër që po. Edhe kam hapur një gjë time që Patjetër mos që të vi tani të them që ko gazetar Marini, gazetar unë. Gazetar Marini që di 3 burimet ku merren e gjitha me radhë, pa shkak se gazetaria në Shqipëri është tem tjetër. Është Tem krejt tjetër. tem. Është totalisht tem tjetër. Po flasim për parimin që Një gazetar, më pëlqen shumë. mos ju pikërisht, mos ju fut tjetër në profesion kot. Është e vërtetë vëlla se ne marrim përsipër gjëra që nuk i dim. Tani si mund të bëjmë unë bëj humor, kam humor valla. Po, Po nuk jam aktor humori apo. Nuk jam si Po, puna jo, jote që shkruan skeçin se si ta po kapësh mos ta e bëj bësh. po deshe se s'ka për të ta bëj njeri, un kam deadline vëlla, ditë e diel duhet më dal me bë me qesh. Është me deadline. Kështu që të bëjnë çfarë duan të tjerët, un po nuk funksionova ditën e diel, nga ik gjithë java kot. Nga ik Po gjithë java. këto skeçet si bëm, domethënë frymëzohesh nga përditshmëria, se unë frymëzohem shumë nga përditshmëria. Patjetër që po. Unë vetëm këtu të astiri që bëjnë një ecje, shikojnë një personazh, ndonjë që i ka lëshu plumbat, në një tjetër që bën si i fort. Do të fort o fare. Janë shumë ta që kanë shumë plumë. Ulem me bultin edhe me buçin. Po. Do është një restorant aty. Dua prapë, kena shok të bëjmë çik reklam pse jo. Gatun mirë. Na futet njëri vlla. Mes lokalit, sigur e kishte të veten. Po për çam zgjon ti mua më nona dha për 10.000 euro më zgjon ti mua. Edhe unë që jetëm bultit. Problem. Po bultet tash. Vlla, jo të zgjohet edhe për 100 euro.
Unë zgjohem edhe për 100 vlla, 10.000 euro, po ta shikoje niveli 0 intelektual vlla. Sigurisht. Varë se qeni. Një njeri që ka edukatën më normale, I nuk ishte palar. për ta bërtitur këtë gjë. Ai pikërisht për këtë e ka bë. Ndoshta s'ka qenë duke folë në telefon fare. Jo, ai ka qenë duke folur në telefon vlla, sepse po bërtiste. Harroi debili që vlla, shkote kuzhina e shtëpisë tënde të bërtasësh, këtu jemi në restoran, në pronën e tjetrit, jo timën. Respekto pronën, sepse na duket si njëri që i pas ke lekët për pas sa prona, se Po. ti je buj këtë jetën e s'ke pronë taten se koncepton do të pronën e tjetër. Unë që vi nga familje me prona vlla, Po. e di që më dhëm, ore edhe ky dadiçeku këtu më dhëm vlla, se është imi, se e kam bler me lekët e mia, kupton? Nuk ma prish dot, ma përdhosesh më edhe kështu. Po, as pak nuk bëhet fjalë. Më kupton shpenë? Po. Por unë e kam tek pjesa tjetër. Si ti e zhvlerëson lekun, sepse ti je drug dealer e vlla, ti u more veshje e drug dealer. Po. Sepse ashtu e ke prerën, forma e kokës, veshja, zinxhiri i qenit, kuptova. makinat e 3 laro që të vinin nga pas, nipçat që jepen në lek apo i paguajnë në dashnore kështu. E kuptoj. Kupton shpenin? Pra, edhe nga ky vlla, kur unë e shikoj, më krijohet një lloj filozofie për të hapur një temë. Pastaj shikoj këtu te meshkuj që rrafin femra. Vjen tjetri, ja plast makinë vlla, ja hedh telefonin, më ka ardhur, e kam parë tjetrin nuk e hedh telefonin vlla. I bërtiste, ku dole ti dje? Në lokal. Të mërshme. Me zhargon ja hodhi telefonin iPhone 16, 2 milion lek telefon, po e kishe bler vete. Atë më kujtohet pastaj një vajzë, një Ai mikeshe. për atë fjalën jeton vllai, që të ble tjetër njerëz, unë u dha telefonin. Na dhe marrë një mikesha ime, se unë kam shumë mikesha valla, që i dua shumë. Shpen makinën, telefonin, dhe mbathjet i blej vet, se s'mi heq dot njëri. Po, bravo. Nuk më zbret ka dot të nga drejtë. makina, s'ma merr dot njëri telefonin, nuk mi heq dot njëri bregat, do t'i kam bler unë. Tani unë Pëlqen. frymzoj ma këto, se unë këtë lloj stili kam. Sigurisht që po. Ti ku e gjen frymëzimin? Kush është muza jote valla? Shpen. E para punë jemi bërë si, nuk po them inteligjenca artificiale që ka gjithçka, Pa. por jemi gjithkohës sy e vesh. Dua të them që edhe nga biseda që po bëjmë tani, unë për shkak të diçka që pash këtu në tavolinë, mund të bëj një monolog ose një dialog se më duket interesant që ta fus tek një temë. Që do të thotë, nuk ka të bëjë më vetëm me njerëzit, se jemi Këtë bësh dhe me sene. me gjithçka që lëviz vllai. Me gjithçka më. Dikur regjizori portokallis vinte, ke shkruajt jo. Na, çelçat e Policia e Kosovë. Na. Bëj monolog. Pa me të parë thu që monologu yll. Por ç'a ndodh? Përpiqemi të gjejmë gjithmonë tema që s'kan të bëjnë me ato të javës kaluar dhe të jenë krejtësisht të ndryshme edhe nga gjithë Portokallia, por duke u ndërtuar mbi personazhin që bëjmë. Domethënë, nëse po flasim për zjarr fiksin, ky gjithë jetën e tij ka sorrollatur me ato 4-5 njerëz dhe me mënyrën se si do me i shpëtu dhe se si do me dhënë ndihmën e tij në komunitet. Po. Se edhe ai ka kontribut në komunitet. Kështu që do sorrollatet kur ka lum me fik zjarrin, ka lum ke tregu na lojën. Më kupto? Po. Ka bëdhi çik problemin e tregut. Po. Që ke tregu e ble 2000 lekë dhe në dyqan, ai që e ble ke tregu është 45. Më kupto vllai? 2400% fitim. Dhe thot duke kaluar ty, thot pam që po digje dhe një butik. Nuk na lu me e fik. Pse? Po nuk na lu me e fik, por se me ato çmime që ka, mirë i bon që i digjet. Jam Do të kupton? fut edhe satirën ndë. Patjetër që po. Si ai mo njeri nuk ka rrit gjithë çmimet e lagjes, edhe që gjithë në butik. Hakat. Kështu që neve se fikim. Po du të them që nëpërmjet personazhit dhe nëpërmjet gjërave që ose vendeve të veprimit ku do kaloj, ndërtohet histori tjetër. Dhe e rëndësishme është që të rush disa linja kur ndërton. Që do të thotë, kam 2-3 linja, kam linjën e shokut tim, kam linjën e ngjarjes kryesore, kam linjën e tretë që del, kam dhe linjën e një familjari, kam dhe linjën e një biznesmeni. Të pesta këto shkojnë diku që për ngjarje kryesore kanë fikin e zjarrit. Ndoshta këto s'kan shku fare me fik zjarrin, po kjo është shkaku që këta kanë bërë gjithë këto ngjarjet e tjera. Dhe për sa i përket frymëzimit, më besoj që Shqipëria është një nga vendet më frymëzuese për deri në nivelin e Tarantinos. Këtu kanë ngjarje të frikshme që edhe Tarantino do ngjesh të vllai. Domethënë, po të shohësh kinematografinë e tij, ai është ikona e kinematografisë. Tarantino është Ka bërë dhe ka futur ngjarje të çuditshme që ti si beson dot në film. Shqipëria e te kalon me 5000 herë. Për nga ngjarjet që ndodhin.
Një vend i çuditshëm e vë. Domethënë shumë përfliten, tash këtu është bëj çik pazar kjo punë, por kur më pyesen zakonisht për politikën vllai. Me kë me kësi. Para punë kjo është pyetje gabim. Komplet po, me kë s'jam me asnjë me veten. Po. E dyta, un kam gjetë një edhe besoj është, më them. Unë jam me Zotin valla. Amin. As kush tjetër nuk se vendin e tij. Po që do të thotë, në vetdijen time dhe jam shumë i bindur të tënde, nuk ka të majtë të djathtë. Ka nga ata që kanë dhe nga ata që s'kanë. Por në momentin kanë këta, janë investuar, kanë bërë fushat në tyre, kanë bërë disa gjëra, që ai tjetri po të bërë disa, po ne duhet të heqim dorë nga ideja që ky është me pëdën ta sulmojmë, ky është me pësën ta sulmojmë. Ky është po themi me lërein. Ky është një produkt që u ka shkuar për 7 partive politike patjetër për të mbajtur njëra tjetrën, është përçarja kombëtare. Po, është përçarje, po e di sa e fortë është kjo, se e kam ndjetur unë kurriz apo. E kam ndjetur unë kurriz, më kanë thonë që ha mos e ju që punoni aty, çfarë punojmë ne më. Nëse ka një vend ku krijimtaria është krejtësisht e lirë, ta kesh garanci, është vetëm Portokallia, që është një departament në një institucion shumë të madh. Po flasim. E di se aty janë shpirtrat lirë gjithëve, jeni karakter. Po ka qenë edhe i ndjer i gjallë, nuk ka thënë kur bëj atë kur. Fare, ai pikërisht për këtë ka vlera. Do të i gjojë të pavarur, por me shije, jo pa shije. Kështu që neve sado që të përpiqen të na frustrojnë, të na thonë që pse e bëre ti këtë, po ju jeni kështu. Ai kuptoj që ka njerëz që kanë bërë personazh politik, ai thotë maskara, se këtë i ke bërë këtij popullit. Më thot mu, ai se ka kuptuar që unë po imitoj atë. Valla, kuptoj, kjo është niveli. Më thot mu valla. Me tarë më qesh. Ka quajtur mua analistin në studio ti e vrasësës, ke vrarë 3000 veta, më gatroj me Sali Berishën. Hidayet Beqiri. Ti ta ke vrarë ta. Ku kam vrarë? Është në 87-ën. Kam që 4 vjeç o zotri, është 5 vjeç. Na e bëj halal. Ka vrava unë. Me erdhi Leleku Dumbos, më hodhi atje me shigjet si Zeus, si kush. Po e di ku është niveli i ignorancës, për çfarë flasim apo? Ktu vllai është, ai duhet me fol vetëm me gjarprin dhe me majmunin. Po e gjeti gjuhën me tasën. Me majmunin mbase është më inteligjent majmuni vlla. Nuk pranon, nuk ul standard majmuni. Su standard edhe kanë dalë fjalë që disa majmun nuk po pranojnë mua si janë parashit ta. Po në fakt nuk është ashtu, mund vjen me qesh kur hapë këto tema, më vjen shumë me qesh. Domethënë, plago. Unë shikoj shumë frustracion. Unë edhe them këtu, edhe them edhe çunave. Ore le të na shajnë neve. Ore ta heqin frustracionin. E turpshme është vllaja. Ore le ta heqin frustracionin mua dhe me ty me mesazhe. Po më kërcëno tër ditën. Si thoshte Sokrati, pas krave pranoj do të më rrajnë. Po. Ndalon pas krave, dilti pas krave, e Rafa e bëna e përdhunova, thuj çat dush vlla. Po. Sepse unë e di të vërtetën time. Problemi është këtu, që mos shkoj të Rafi grua në shtëpi vlla. Më mirë të më shaj mua edhe ty. Se sa të Rafi grunden nonën e fëmijës dhe fëmijën. Se këta kurse unë kam përshtypjen për disa njerëz ka marru punë me gruan dhe nonën dhe po merr edhe me ty. Okay. Shndron edhe kjo. Domethënë edhe me që është një temë për të diskutuar këtë drejt. E para punë vllajën, gruaja nuk preket. Asnjëherë në botë vlla. Çfarë do të ketë bërë? Asnjë lloj gjë. E di që ka raste që acarohen situatat, acarohen njerëzit, acarohet për shkak gjendje sociale që mund të ketë i familje. Por gruaja vllai është gjithçka e bukur që mendojnë se na ka dhuruar Zoti. Ai është dhuratë. Unë mendoj se është bekimi më i madh që mund të vinë në jetën tonë, sepse është gjëja më e bukur që kemi vlla. Bekimi. Tani është boçi keq me këto se tani gratë ndjen edhe keq se tonë nuk na shikoni më se burrat ka filluar pëlqejnë burrat. Kjo është e rëndë pastaj. Jo e rëndë, nuk ka asgjë. Asnjëri për nesh nuk është se na kanë zakonisht shqiptarët cilësohen si kështu urryes për sa i përket temës që po flasim. Vallai neve jemi të neveritur, po do të thonë që të ketë dhunë këtu siç ka pas në Gjermani apo në Francë, këta janë dhunuar, janë përndjekur. Ka dhe në Amerikë. Apo në Amerikë që janë vrarë këtu. O vllai, po ne nuk jemi homofobë, burr, se na kanë bë homofobë. Nuk jemi. Ka raste. Nëse ka disa njerëz që kanë rrarë kot pa arsye vetëm nga seksualiteti. O vllai, shiko, unë kam shprehje këtë, më fal Zot se po e them ashtu si e mendoj. Gjithë secili përgjigjet për bythën e vet. Po. Literalisht. Unë s'kam punë me bythën tjetër valla.
Unë përgjigjem për time. Dhe ajo çfarë është e rëndësishme është që ndërmjet njerëzve me çdo lloj bindjesh e ku diun preferencash që kanë, qofshin seksuale, qofshin politike, qofshin shoqërore, duhet mos ketë konflikt. Megjithatë, ka raste kur ata për shembull bëhen edhe vetë neveritshëm në disa raste. Nuk janë të gjithë njësoj. Agjendat janë të gjitha të neveritshme vëlla. Ata që dalin nëpër televizion për ta promovuar, Ai është tjetër ta mohabet. neveri vëlla. Ai është mohabet tjetër. Ta neveri. Po them, ka njerëz, unë për shembull kam njohur dikur nga një shoku im, i cili rrinte për ditë me vajza të bukura. Po. Ndërkohë që e kuptova më vonë se pse vinin vajzat e bukura, Po. se ky shoku im ishte shumë modest në pamje, po me shumë para. Dhe shpjegimi që më bëri ishte që ky djali është homoseksual, i ka shumë shoqe, dhe vjen dhe unë kam përshtimin se du të lidhe me njënën për këtyre. Po unë se kuptova kur atë burrin që ishte i tillë. Me thonë të drejtën, nuk po them se, po do e them siç e mendoj. Ai mund ta bëj dhe e bën për veten e tij, po ishte me shumë dinjitet. Nuk të jepte asnjë shenjë dhe s'krijon neveri ai. Më besoj që nuk të krijon neveri. Thjesht ai është si puna ime se jodja vëlla, Po, po. neve na pëlqejnë femrat, e ti pëlqejnë meshkujt. Po neve kur ulemi në kafe me njëri tjetrin nuk themi, "O sa e mirë kjo, ta ham këtë, ta bëjmë atë." Nuk jam dakord me teorinë e disave që thonë, këtë e refuzoj, dhe s'ka burr nonët ma mushin menen, qofshin edhe me argumentat më të frikshëm, njeriu nuk lindi tillë. Jo. Edhe Njeriu nuk e besoj, bëhet- nuk e besoj. Jo, po nuk ka shanse. Ajo është orientim seksual vëlla që ti e zbulon rrugës, të pëlqen Vllai as pëlqen. ndodh qoftë edhe nga një fjalë, qoftë edhe nga një frustrim, qoftë edhe nga një bullizim, Po. traumë familjare. Po marrim rastin e Michael Jackson, gjeniu botës së burr. Po kur pam dokumentaret më pas e më shtangu. Po nuk ishte një, më ishin disa. Respekt, pra. Po është gjeniu botë, nuk vjen mosi ai. Po. Tani që ti hym analizës, ai ka pas frustrime të frikshme nga jati. Po. Udhun. Po pra, edhe ai e ka për një shkak që është bërë ashtu. Edhe e ka pikërisht me ata për cilën ai dikur vuajti. Pra me moshën për cilën ai vuajti. Ka qenë i vogël dhe ai me ata u mor. Atëherë, çfarë do të thotë? Si lind kjo? Nuk lind njeriu homoseksual, o vllai. Nuk ka shanse në botë. Zoti të qelibar. Ai jo vetëm homoseksual, po ai kaloi edhe te pedofilia, sepse dhunën Po. dhunën seksuale që kishte përjetuar ai si fëmijë i vogël, Prandaj po them, ai shkoi në nivele tjera pastaj. e kaloi tek pjesa e Por e ai pedofilisë. po flasim tani për ata që pretendojnë se homoseksualët lindin, nuk lindin vlla. Zoti të nxjerr qelibar nga barku nonës. Kur del, është mënyra se rritesh, mënyra me kë rritesh dhe si reagon ti me shoqërinë. Po si mendon ti, në një shoqëri maskiliste ka shanse të gjesh homoseksual, po marrim vendet muslimane. Nuk ke shanse të jesh aty. Le të thonë çfarë duan, mund ta komentojnë dhe mund të bëjnë kështu. Jo, po kemi vlla, në një shoqëri ku dominon dashuria për Zotin. Po. Dhe burri ka vendin e tij, Po. gruaja ka vendin e saj. Po. Të dy lartësohen nga Zoti i Madh për detyrat që Po. kanë. Rrisin fëmijë të shëndetshëm, nuk del o vllai. Po nuk del më burr. Po ti thush nusja babit çunit gjithkohës do i pëlqet bëhet nusja ai. U promovua kjo vëlla. Ky është problem pastaj. U promovua nga globalistët, nga majtistët, leftistët amerikan që e quajnë veten të majt, po s'kan lidhje fare me të majtën, thjesht as me djatët që hiqen si djatë nuk kanë fare lidhje me djatën vëlla. Sepse ato janë thjesht dividenca idioteske politike, pra forma e taksimit, mënyrën se si do ta shpërndajmë pasurinë, do t'ja japim PPP-ve apo do t'ja japim shtesën sociale. Rendi, duhet të krijojë rend botror. Duhet me kriju një New World Order. Ky është problem pastaj. Dhe ç'a bën? Un kam lexuar një libër vëlla të 2022-shit, Mhm. harrova emrin tash këtij autori, do ta gjej. Po. Ai tregonte lufta kundër njeriu të bardh. Njeriu të bardh, Njeriu të racës bardh. Mhm. Pra, lufta është dobësoj, hapi kancera, rryma tilla izma. Mhm. Pra neve kemi homoseksualizëm, feminizëm, maskilizëm, Mazokizëm, sadomazokizëm, sadomazokizëm, po. sadizëm e gjitha, kemi harruar vetëm një izëm vëlla, që na përmbledh gjithë, humanizmi. ajo është problem. Kemi harruar të jemi human vëlla. Edhe neve ç'a bëjmë? Në qoftë se ti do me marr pasaportën kanadeze apo amerikane, hajde tani deklarojmë të dy gay vëlla.
Sigur neve na kanë dhunuar, çojmë 500 mesazhe, sigur neve na kanë bë dhunë, do të vrasim, do të bëjmë, do të përndjekim, ti merr azilin në Kanada, pasaportën kanadeze vlla, si i bukur shejtan. Po si është puna, kanë mungesë suma atje se Jo, atje nuk ka mungesë sume vlla. Atje përpiqen të japin të drejta. Atje ka mendim kritik dhe këta ç'a duan? Duan të fusin një linjë të vetën, duke sjellë të inferiorin me superiorin, Po. sepse ti që ndihesh i paragjykuar, ti je inferior apo jo, sepse ti po lufton për drejta. Po. Dhe unë nuk di vlla që aktori portokallist të pyetet një herë në intervistë pune, ti je gay apo straight? Mua s'm ka pyetur një herë njeriu vlla për një vend pune që kam aplikuar. Je gay apo straight? Më kanë thonë zotri, je hajdut, si hajdut, e bën dot punën, se bën dot punën? Bëj punën valla. Edhe jo seks në zyrë, jo seks në punë, jo seks që ta marrin vesh neve me telefonin e punës. Ka që valla. To që të paguaj unë, i du unë. Nuk më ka pyetur ti shkon me meshkuj apo me femra. Është budalla. Ti je gay apo straight? Domethënë, fakti që ti po i ngre këto në piedestal, tregon valla që ti ke një lloj inferioriteti. Sepse mua valla, nëse do isha gay, nuk do ndryshonte asnjë lloj gjoje për mua për jetën që Me thënë drejtën ka shumë raste që të provohet kjo çështje e promovimit. Dhe kam thonë edhe diku tjetër, bile kam thonë, ora po na vjet turp me qenë heteroseksual, pse kështu që i ka? Po valla e gjithsecili për nesh ka vendin e tyre, gjithsecili përgjigjet. Për vetëm ti Neandertal, tani po na vin gocat ato thonë, "Ore ku jeni juve burr? Ku jemi ne burrat, Kur dilim, po je shumë mazokist. Po je shumë maskilist, se thua femër, duhet thuash grua, je mizogjen, se thën femër, si thën vlla, femër, mashkull, unë them mashkull për vete, femër do drejtohem. Po thuash femër sipas këtyre leftistave është mizogjeni, sepse unë të diferencoj nga seksi. Pastaj i thëm vajzave ndonjëherë, ta dini juve, ju jeni kryetaret, jeni drejtuesit, nuk do kërkoni të kaq drejta të barazoheshit me neve, se unë i standard. Neve duhet provide, që ti jam unë krye familjar, unë duhet bien sy para gruas time, nonës, babës, fëmijës. Fëmia e unë për djalin ta ti heroj, po me pa djali jo duke qartë, duke lypër, i bie respekti për ty vlla. Kurse për nonën e vet, si do që ta shofi, ka dashuri për nonën. Ore librat fetar nuk ka lidhje fare me respektin te nëna. Do të xhenetin në këmbë të nonës. Është dashuria te nëna valla. Dhe neve duhet me provide në punë me qenë suksesshëm. Pra we are loved under conditions. Ne duhemi vetëm në situata. Po. Femra dashurohet pa pikë arsye vetëm se është e bukur valla. Bie unë dashuri, bie mretin dashuri me atë. Femra na thënë ndryshon jeta. E kuptoj. Tashi nuk ti rri aty do po merresh me gatimin, jo se unë dua që ti të mbash ragjell. Po unë si burr jo dua të ha nga duart e dashurisë time valla. Çka ka këtu për të bë kjo, kush do gatuaj në shtëpi? Po fëmijën ti do ta rrisesh më i modër, se njëri do dali në punë, mbledhi lek, ti që do bësh më pak punë, edhe do merresh me fëmijët. Nëse keni vendos ta lini kështu, po nëse keni standard tjetër dhe ti do të punosh, edhe unë paguajm dikë, merret me fëmijët. Po paguajm dikë. Dhe ndarkë do të më qenë ke shtëpia, se do të më mbledh me kalamaj. Po kuzhinierën, po nëse mi e dirama valla. Ja. Ose mi Asali Berisha që kemi lek. Po kuzhinierën vet valla jam i mrekullueshëm. A kupton valla? Ose kur më vjen mua për duarsh, po pse duhet zihem unë, duhet gjej dividenca me gruan time, kush do gatuj o valla? Kush e ka mundsinë? Kush e ka mundsinë? Po realisht nëse ti ke femra kam shumë mundsinë se sa neve. Them kështu se unë shtëpi time gatoj unë valla. Po shumë mirë, edhe babi im e bëj me qef. Po. Edhe babi im gatoj. Edhe unë për ti e kam. Në pension, mami është në punë, dhe një çift që janë martuar para 90-s. Po. Edhe e kanë gjetur gjuhën pa pikë sherri. Vjen baba. Kjo është e rëndësishme. Edhe e gjen mami kur vjen nga puna, nga spitali, e gjen bukën shtruar, se është lodhra, babi ka qenë në shtëpi. Ky është konsensusi që gjetet çift. Pse duhet më vjen mua tani një njerëz që nuk ka kriju familje të mjapi idenë se si mbahet familja? Kjo është e bukur. Kjo është e bukur. Do ti nuk ke bë familje për vete, si më jep mua mendje për familjen valla. Këtu i kemi ngatruar pak gjërat. Në Shqipëri janë ngatruar pak gjërat. Tash Marini flet për gjeopolitikën. Po. Që ka informacion shumë pak. Po. Unë bëj aktorin, që s'kam lidhje me aktorin. Gazetarin e bën inxhinieria teknologjike dhe inxhinieria teknologjike e bën njëri nga akademia që ka punu ke salla akademisë, po themi Marangos. Po. Për sa kohë neve nuk jemi në vendet ku na takojnë, do jetë një rrëmuj totale. E di që në shëmbet e sistemeve dhe ndrimet e sistemeve, që për mendimin tim nuk kemi një ndrim të madh, por ndodh që të gjithë i bëjnë të gjitha. Po.
Të gjitha nuk i bëjnë dot. Nuk i bëjnë dot. Se edhe mretin duhet me e bo mreti vlla. Edhe qirakun do ta bëj qiraku. Prandaj ecën bota përpara. Ç'a ndodh tash? Po marrim rastin e shkollimit. Un kam probleme me sistemin arsimor, në kuptimin që Edhe unë. po marrim shkollën. E vuaj shumë atë. O vlla nuk Po ti sidomos ti njerëz që unë e kam mbaruar shkollën, s'kam fëmijë, po ti që ke fëmijë për të rritur vlla, ta Po vlla ka raste që nuk kuptoj ato që kanë libra. kuptoj Ato halli, është turpi i madh, më thonë që unë mu babi e kuptove. Po. Sepse neve të vllai, problemi kur ka qenë i vështirë, ka qenë vërtet i vështirë. Po. Por nuk e kemi kap veshin kështu. Pra për të thonë 2 dhe 2 bën 4, neve nuk jena bë kështu. Po. 2 dhe 2 bën 4. Në një shembull kret formal, 2 moll plus 2 moll 4. Po. Po erdhi vajza mori mollën. Ishin 4, ngelën 3. E çoi mollën kur u kthy gjeti 2 se një kishte marr vlla. Ore, ç'a thonë? O na zuni o vlla. Na zuni më. Edhe ato mollut u hodhën te pazari Korçës. Edhe më fund fare vi pyetje për galla. Ore, mollët kush i bleu o vlla? Se do thoni kush u dhi Kush e lekë. ka kjo më? Kush e ka këtë që blika merr ka moll falas. Ço bëhet to? Pra ne po them, i kemi vështirësuar vetë disa gjëra. Në thelb në një shtet në një shtet të formuar mirë, ekzistojnë shumë pak gjëra që e mbajnë shtetin. E para punë të gjitha duhet të jetë shteti fort për të përgjigjur për qytetarët e tij. Po. Por arsimi, policia, shteti ligjor janë parametrat kryesorë që mbajnë gjallë një shtet. E di si më duket nganjëherë, më duket sikur janë futur me një urrëtie të pamat për të shkatruar atë shkollim që kemi patur. Shumë e bukur. Ore i kanë hyrë me themel, më duket. Më duan me zhbë fare. Po jo më valla, sepse ore ai e mban gjallë një popull. Por të mos fol për gjuhën pastaj. Vlla. I vazhdojmë akoma huazojmë fjalë të huaja të cilat unë nuk i kuptoj. Huazon Katedra matematikës e mbyllur. Katedra fizikës e mbyllur. e të mashme. Inxhinieri të mbyllura. Veterinaria është drejt mbylljes. Shumica e degëve të bujqësori po mbyllen se s'ka student. Neve sot po bëjmë politikën botërore. Neve dim të flasim edhe për fenomenin që po ndodh në Ukrainë, se shqiptarët kanë një raport shumë të mirë me Ukrainën. Po. Aq të mirë e kanë sa Ukraina nuk njeh Kosovën. Aq të mirë e kemi ne për çështën tonë. Dhe nuk merremi që ore po vujmë që nuk kemi marangozora. Nuk kemi Kemi vllai se kanë shkuar në Gjermani, të gjithë punojnë atje më dhe kanë vendin e tyre janë të nderuar. Po marangozi shkret se këtu plas gallate pastaj. Ndërkohë që ka ardhur Marini për t'i bërë ato, ku diun, kolltuçet apo ku diun ç'a, ndërmjet kohës që Marini mund të shkojë me pi kafe poshtë ose të bëj diçka në shtëpi, ky ka shku ke shpendi se do me ka 5 punë që të plotësojë atë normën e shkretit, se nuk i vetë as faja bu. Megjithëse çmimet tash janë kanë shkuar relativisht. Jo, shumë mirë janë çmimet vëlla. Ja. Shumë mirë. Atëherë ç'a ndodh? Marangozi nuk e ka më vendin këtu vllai. Madje më duket sikur po zëvendësohemi. Po vinë ca, po hikim ne. Na shtuar shumë. Po më thuj çik, ne kemi qarë në momentin kur largohen mjek, infermier, mësues, ku diun, adjustator. Ora kam qesh me lot kampanjonin me torrë më. Kur ike për punë është njëri që ka një torrë. Torrë më burr. Po. Ka humbur se term, nuk e njoh Tornitor, po, tornitor. Ai ka torrë. Po. E di ku për aty të si biçim kthese që ka aty torn, po. Torrë. Ti se kupton, po ai vllai ka pasur një nga punat më nderuara para viteve 90. Po, tornitori, po. Po baba imi ishte me 3 fakultete, ka punuar dhe aty tornitor, se ishim edhe persona. Te fabrika ku punon, te uzina partizane. Një nga profesorët më nderuar apo. Por të mos thonë që ishin më të ngarkuarit se me u bë po themi një tambur zizi ku dreqet ata bënda ai përveç aty. Kështu që në këtë kuptim them, ne po na ikin elementet kryesor të cilët hapin venat la për qarkullu gjaku në Shqipëri. Dhe që të mbyllë, po s'ka lërë shumë gjak aty, do vi moment do mbyllë atë. Ka nevojë për unazë. Unazën së dhe gjejmë, do vinë sa tjerë. Po vin vlla. Ndoshta nuk është
ndoshta nuk është një fat që na përket vetëm neve, na ka prek vetëm neve, se Mirë, lëvizje demografike. Është një rend botror ky valla. është rend botror, po nuk është se po zëvendësohemi me popullsi intelektuale, Pra është problemi. po zëvendësohemi me një popullsi e cila ka mentalitet sklavi. Pra vinë ata të cilët janë të sklavëruara nga vendet e tyre, nga Bangladeshi, nga Pakistani që janë vende në luftë. Praktikisht Pakistani është luftë me Indin. Do të vinë pakistanez këtu. Në qoftë se ka një gjë që unë urrej vlla, është racizmi. Në jetë të jetëve Duhet ti me racizëm, nuk kam asnjë problem me ta shkretën. As pak më se jam, jo më Por unë them, ça bastardësh janë këta që udhëheqin këtë vend, majtas dhe djathas, që nuk e mendojnë për këtë mut Shqipëri vlla, ta ngresh, se po na zhbojnë, i kemi rezistuar 1500 viteve sundim nga perandoritë e tjera, nuk po flas cilat perandori vlla. Romake, Bizantine, Osmane. Po. Kemi qenë pjesë e perandori, kemi ruajtur gjuhën vlla. Foli ti për Petroninin. Tani neve jemi të kthyer pushtutësit e vetes vlla, ne shkatrojmë gjuhën tonë. Ne shkatrojmë shkollën tonë vlla. Ne ai është problemi. Se nuk e di se qyse tek, ndoshta është ajo mentaliteti që e ka bojnë Enver Hoxha, jo, Enver Hoxha përdori asetet dhe resurset e këtij vendit mrekullueshëm vlla. I përdori për favor të vetes, po nuk ka bojnë Enver Hoxha asnjë lloj gjoje, se ato para fabrikatet janë bërë me punë vullnetare nga mami jot, babi aty tjetrit o vlla. Ç'mundin të duhet ty me azotikun ta prishje, e bën e timër debil. Ka qenë një nga vlerat më të mëdha që ka patur ky. Po metalurgjiku. Se nuk është i pistë Elbasani sot. Ndoshta është më i pistë. Edhe më i pistë se sa metalurgjiku. Po. Se s'e bën metalurgjiku. Pra ne kemi atë iden, vlla, hiq ma një sy mua që të janë qërrosh të dy aty. Po. Pra ta prishim, të vjedhim. Sot ti dhe unë që jemi të shkolluar vlla, na marr ta budallent, ta debilat. Ke lek ti vlla. S'ke lek, ja zgriz bytën net. E kuptoj. Shikon atë tjetrin aty, hajdut, hajdut për dhunuc. Mund t'i ketë marrë motrën në njënit në lagje, ka çu për prostitut. E vërtetë është ka rast. Ai është gjigant vlla, është i fortë ai, çështë të vjen, ka makinë, ka leka gjitha. Kjo është vlla. Shpend bile më shumë është po e hes si pyetje, nuk desha me dhënë konkluzion. Më duket si plan shumë vjeçar këtë çështja e pastrimit të disa vendeve. Aty dalin të racistit, pastaj. Kam përshtypjen se disa vende janë raciste, ksenofobike. Përveç asaj, bravo. E ka pa sjellën të tjerë, shkojnë të bardhë, e masin me ngjyrë. Kjo që është ngjyrës, kjo është budalliku më i madh. Se kemi zgjedhur neve. E para, e dyta, jemi po ne të bardhit që shkojmë në plazhe, bëhemi si legend aty mes diellit, por të zisi këta. Ka dhe pjeshka që pagojnë mirë euro për me posolar, që të bëhen si ngjyra. Po kur e shikojnë kështu njeriu dark skin, ky është mos të them atë pejorative se s'du me ato se unë i du. Po e keq më, po kush nuk i do më, po kam shumë shok të mirë më, po nuk e mas shokun nga ajo, valla. Nuk e mas shokun nga ajo, e mas nga kontributi që kanë misin me mua. Po. Nga mikpritja ti. Shumë, çfarë më thon? Po jam unë i Bartizi, hana gjeçik. Ç'a do shë me thonë me këtë? Po. Or ç'a bëna? Madje nëse ka rast për të bë, racist është për të bë me të bardhët. Po. Sa ata janë përpjek të sundojnë. Madje me qindra vite. Unë e vura re në Amerikë, habitshme. Më duhet tikja të kapi avionin dhe një grua, ishin dy gra të bardha, ai ishte shisa dhe një grua para meje. Kishte një qen, kjo fillon bisedën për qenin në mollë, në mesi. Po. Fillon bisedën për qenin, domethënë që është ja bë humën e unë se po m'pëlqen e mua. Kisa që moment se të lutem, thash se kam për mikën avionin, ke 2 orë që e çfarë bëu? O gruaj thash ti po bë muhabet, kjo nuk po blen, kjo po bisedon me ty. Po, edhe biseda bëjmë. Jo në orar të punës mi gruaj thash, unë du me pagu lekët, apo ti ki pa lekë. Po ka security, tha mund t'ikësh. Por edhe i herë thash, a do mi morësh lekët ti apo jo? Unë thash ankohem te menaxheri, ankoha i shkoj te ai tjetri. Një arrogancë frikshme e kësaj. Ai që erdhi ishte afrikano-amerikan. Po. E para punë nuk thot burri për burrin, por ishte i burri pashëm plak. Po. Jo, ishte shumë simpatike në sjellje. Azgan. Ishte jo më trupi jo, po ishte simpatik më vëlla, në të gjitha mënyrat e tij, me vesh me kollar. Çka kem ta më të lutem. Unë zeva fillova të shash shifte. Të nes nol kjo vllazër. Të ne ta gjupa, po fillova duke po se nik të vërtet avioni. Edhe sa të lutem qetëso, të lutem. Edhe shikoja te sytë e tij jo një njeri që do punën,
por që mund të kishte vujt dhe më tepër se kaq. Po. Unë aq me nerva isha sa kisha blerë portofol, harrova portofolin. Kur jam kthy, më tha mu e le kastile këtu tha që ta merrsha unë dhe u e thash që ke idiotë, nuk e që se ka mirë kjo. Ajo se kishte prek me dorë. Mu ky erdhi me vrap, me lutem zotëri. Aty dallova që po them në Amerikë ekziston dhe është e qartë që ka prap nota të frikshme, racizmi. Dikush është Tashi nuk merret më vesh kush e ka fajin nga vllai. pyetjet e mia vëlla që unë kam bërë temë publike, ma prandaj më duan njerëzit. Se tam këto gjona që si thon këta, zguxojnë të tam të tjerë. Nuk është probleme, pse ke problem Black Lives Matters? Po, Më thoshin atëherë. po. E ti cili është problemi jemi nga në studio? Sepse juve nuk e dini që oponenca Black Lives Matters është Ku Klux Klani edhe është prezent. Po. Vazhdon, no? Unë i ruhem Ku Klux Klanin, se Ku Klux Klanin e kam parë që kanë vrarë njerëz me ngjyrë, kanë përndjekur na 50 vjet në Amerikë po njërë. Po. Kanë qenë të 50 frikshëm. vjet të frikshëm vlla, sadista. Zakonisht janë këta juga Dhe Amerikës. mos i ushqeni këto Black Lives Matter sepse do shkoj te tjetra kur ti bë mua feminizmi, femra se duhet bëhet femra si burr. Nuk e kam problemin unë që unë shikoj gruan time për shembull të fitoj drejta, mo ti marrim edhe drejtat e mia, se e kam grua, e kam shpirt. Po. Po më rrit atë debilin aty që me urrejtë që në fillim vret femra e tjetri. Është balancë gjithë gjëja. Po, është balans. S'mund të shkosh tek një gjë pa e kalibruar tjetrën. Jo, ka ekuilibër. Duhet të ketë ekuilibër. Universi vetëm, edhe o Zoti, se po flisim për Zotin, Po. ti je vullnetin e lirë për të kalibruar gjithë Ky është thelbi i jetesës. Urdhëresat, të le vullnetin Allah. Urdhëresat i keti e krijimi. Ndryshe kur thot ai shoku im, thot askush nuk të mori leje as për të nxjerrë në jetë as gjë. Ishte vendimi tjetër kujt. Ti ke përpiqet vullnet të kesh po. Ti përpiqet të vesh mendjen në vend. Dhe me qenë se jemi të vullnetit lirë vlla, kam pyetjen e fundit për ty. Edhe prandaj ta lash në fund, dhe Po, kam zëma, çik po. racizmin. Gaza. Po çam ke thënë. Nëse ka një postim, më dëgjoj pak me vëmendje. Ku shfaqet haptazi. Vrasja e tyre, shkatrimi i tyre, komentet e tyre, intervista e fëmijë, gra, nëna, etj. Unë jo vetëm jap like sipas ngjarjes. Ose i jap atë emotion Po. që dua unë. Po. Që parë kur folëm për mëndet diçka, një grua, kam pa disa video grash, Po. jo arrogante. Po aty nuk bëhet më dallimi qa është grua, burr, a dreqi vet. Demon, ajo është i demon. vlla. Dreqi vet. Dhe aty shikon se sa e frikshme është qenia njerëzore kur nuk e ka të ndërtuar shoqërinë mbi sinqeritet dhe mbi besim në Zot. Mund të thënë shumë herë ta besojmë Zot. Unë nuk e di çfarë Zoti besojnë ata, se me besu Zotin që dihet dhe përflitet në të tre popujt e librave, pra në librat e tre popujve, që librat e duhet tre të jenë popujve, po. vlezër mes njëri tjetrit. Atëherë nuk e di. Nuk e di më. Siç ka deklarata dhe ato të kthejmë pak, të rikthejmë pak shpresë, jo më se nuk janë gjithashtu. Po kanë kriju një urrëtie të pamat në çdo komunitet. Kanë pa fjalime të deputetëve evropian, po edhe të deputetëve të parlamentit izraelit. E kanë nxjerrë me shkelma atë. Ora nuk mund të gëzohet njeriu se vret fëmijë burr, se kjo që ka qëllimi i tyre. Me vra fëmijët. O vlla, kuptoj që domethënë loti i një fëmie është Pesha e gjithë oqeaneve të botës valla. vllai. Po arritet të bësh një fëmijë me qajt, nuk e nevojë, e ke vra. E ke vra. Nuk ka më rëndësi pasaj akti fizik. Tani ç'a ndodh? Unë jam pak besimtar sipas me musliman. Po. Nuk ka lidhje kjo. Po. Po sipas meje dhe sipas fesë, të gjithë profetët të tillë kanë qenë. Po. Musliman Po. në gjitha Po. kuptimet. Sepse muslimanizmi është të ndjekësh udhëresat e Zotit vlla, nuk Vllau, Zoti i ka nxjerrur udhëresat o vllai. Njëtin Zot kemi me Po edhe Isa katolikët. Jezu Krishti Po, nuk e shkruajti vetë Biblën në burr. Aty Po. sigurisht që ka probleme tjera, po ja ka dhënë dikush 10 udhëresat. Po. Janë 10 udhëresa vllai. Janë manuali jetësor i njeriu normal. Që nuk bën dëm as ke vetë ti, as në shoqëri, as ke Zoti. Se ke Zoti nuk ka ç'a bën dëm ai, po them Zoti
ja ka dhënë këto dhe nëse ai zbaton e ka shpëtu. Tani ç'o ndodh? Gjithë komuniteti musliman, flas për komunitetin shqiptar. Njerëz të caktuar, kam 2-3 shokë të mi që bëjnë postime tër pashersh edhe po ta shohësh, edhe shikueshmëria e atij lajmi që ai ka nxjerr është shumë e dobët. Po. Tani si është puna? Kam frikë izraelitët, kam frikë komunitetet e tyre. Po. Po, është Unë e lobi. kuptoj që ata po Lobi izraelit është më i fuqishëm në botë. Këtë e edhe di këta mirë. janë të gjithë qirak të izraelitët. vëlla. Po. Nuk më vjen mirë për vendin që dua shumë, që është Amerika, të mbaj këtë qëndrim. Sepse po dhe atje lobi izraelit është super i fuqishëm. Tjetër more e di, e kuptoj të gjithën këtë. Po më keq e di nga kush më vjen? Gjithë Liga Arabe, vllai. Unë nuk e di të mos ngrihet Arabia Saudite. Të mos ngrihet, ku di unë? Këto janë vende të pasura, flas kanë të fuqi Libia. ekonomike. Libia, Egjipti, Jemeni, Egjipti më vllai. O vllai janë vende 130 milion banorë, 120 milion banorë, a kupton çfarë ushtria ka Egjipti, që po dhe doj. janë po këto vende, se këtu është paradoksi, që bëhen keq për Ukrainën. Vlez dritan pra Ukrainës, ta thash, Ashtu dhe. Të gjithë të solidarizuar, unë s'kam parë deklaratë nga politikanët tanë për luftën Gaza. po kujt janë bën bytha Marin, po të them edhe një Po herë. jo, e diun që s'jam ma bytha, puna është a ke byth, se më duket Po se s'kam byt fare, këta e kanë bytën për gjë tjetër, po. E diti, po flisnin për ato neve. Nuk kam byt ta për Bravo. Tani po flas pak për këto femrat dhe këto meshkujt. Kam pa ca video të ushtarë që kërnoheshin kishte vrarë fëmijë 9 vjeç Pa. në qeshte, lumturoi. Pa. O vlla nuk e di. Nuk e di se si mund të arrijë njeriu deri në këtë pikë. Me vra, gra dhe fëmijë. Me urdhëresa nga Zoti, po me hadithet profetit, porositë e tij për luftën, ti dëgjosh janë kështu, rënqese apo. Me qenë luftëtar, po me dal me dinjitet. nuk duhet përdosësh, nuk duhet, më thënë, Por e Këto ka nuk ta kam rregulla mësuar. lufta, më këta janë pa rregulla fare më. e di pse ju referova dhe që më falë që të ndërpres llat në brefshat këshijat. Ju referova që parë në fillim të do të bisedës tonë Akil Pelidit. Edhe po prap i rikthehem skenës së Akilit me Priamin. Mos përdosja edhe tek një shoqëri politeiste, ku ishte Politeiste, Zeusi, no, Hera, pagan. Apolloni, pagane. Edhe atje nuk lejohej përdosja e kufomave vlla. Jo, mi shko me mor djalin. I mori Pse djalin e i puthi duart njeriu që i vrau djalin. Ata e vrasin shumë më tepër fjalë se pusja durve. Kurse tek neve vlla është, më thëmë kur e kam dëgjuar atë dje, atë gabën që ishte. Sa ishte mora jo, mor. Si dje. Asaj, më fal, asaj kishte dalë dreqi në fytyrë më. Ajo ishte fiksi dreqi, demona bur, ishte shpërfytyruar. Ishte shpërfytyruar dhe në fytyrë ishte negativa. Le të vdesin tha edhe 20.000 fëmijë, sepse Hamasi po i lë aty. Ve fajnë Hamasit e jo. Hamasi Si është, duket më kjo puna, Hamasi mund të ketë bërë çdo. ore, Hamasi është terrorizëm. Është Mu po shlitë më këtë duket me sigur fëmijët. edhe ato bombat që ka hedhë Hamasi i kanë stis këta, valla, o i kanë detyruar këta ashtu të po hedhin. vetë, ashtu po vetë. E po tash vlla im, a nëse ky është sebepi për t'i marrë tokën që su takon, E një vendi sebepi- autokton, E se bebi që ndodhi me Ukrainën dhe këto të thotë shpendi me garanci jedon, vlla, ma i sa njofun politikën botërore, do kaloj rruga e dytë e Mëndafshit. Edhe kalon në Gaza, Po thua për- ku është porti, që do vi në Greqi, në Shqipëri dhe do dali okay, në Europë. kuptova këtë. Edhe është Po e le të gjitha kalojnë nëpërmjet Palestinës. dhe jo, po këtë nuk do Izraeli, pra. Bez Izraeli banku. s'ka tokë aty, më nuk ka si tokë të vetë. Izraeli këtë nuk do. Dhe e di çfarë është, më thënë, pjesa më e urryeshme për mua është si ka mundsi një shoqëri që ka promovuar anti-holokaustin, ka qenë Po pra, po ka qenë me bënë i kështu deklarat antisemit thonë. anti, le të thonë që vlla unë kam pranuar të jem agenti UDB-s për shqiptarët e burr. Për shqiptarët unë jam agenti UDB-s edhe i KKB-s, shok me Putinin Ja, e duhet ma paguajmë nga shesa, këta, duhet ma nga shesa. rusët. Unë se kam problem nga izraelitët vëlla, se e di pse se kam problem nga izraelitët, sepse nuk i kam marr kur një cent në lupën e tyre futesh Vlla, vetëm jem- kur i merr cent vëlla. Në gjë orientat. Ne kemi një histori të mrekullueshme, ata ne i kemi ruajtur.
Neve janë borzhlia ata. Tek ne janë borzhlia. Dhe sikur të gjeshin gjysmën e mirësisë tonë që për fat e përjetuan ata, dhe të mos ta bëjnë këtë punë, bon mos e kanë shkatruar, po shkatrojnë popullit, çfarë traumë është ajo? Ka një Ajo problem. do kaloj mira vite, ajo do të Ka cilësohet një lufta më e problem. frikshme. Njerëzit Nuk është luftë, fakt, ajo është masakër. Njerëzit nuk e njohin vëlla, sepse s'kan se si ta njohin, se nuk lexojnë. Po Trotski, Trotski. që është hebre komunist, bolshevik, ka vrarë, ka marrë në 60 deri në 8 milion ortodoks kristian në revolucionin bolshevik. Bolshevik po. Vajtën deri te cari ata e futën nacid. Trotski me. Domethënë hebrejt të financuar nga borgjezia franceze që vinin si bolshevik për të krijuar një strukturë bolshevike anticariste nga hebrejt sepse janë financuesit e bankave. Po. Kanë vrarë 90 milion veta. Nuk është se hebrejt Po, patjetër. kanë financuar vetëm këtë luftë. Gjatë gjithë korave financonin. Problemi është vëlla, që mos t'i fusim gjithë në i thes. Hebrejt ndahen në dy kategori. E thot Mark Marzouer, le ta kapin gjithë tash se këto e kam me shkencitet. Mark Marzouer te Selaniku, qyteti i fantazmave, është 1400 faqe libër. Ndahet në Ashkenaz dhe Safrauditët. Janë dy grupe rivale që luftojnë njëra tjetrën, zionizmi dhe neozionizmi. Netanyahu bën pjesë të Ashkenazët vëlla, që janë zionistë dhe nuk kanë Biblën. As Toraun, kanë libër tjetër, nuk kanë Teurat fare ata. Ndërkohë që hebrejt e vërtet Safrauditët, hebrejt e jugut, janë duke luftuar me izraelitët për Gazën, ore po bënin se janë vlezërit tanë, kanë pritur në 49, 48. E morën zvarrat nga parlamenti vëlla. Pra, edhe mbrenda hebrejve, se neve tani nuk duhet të krijojë këtë lloj rrymë hebrejt janë jo vëlla. Edhe mes shqiptarëve ka bastard. Edhe mes hebrejve ka bastard, edhe mes amerikanëve ka bastard, edhe mes grekëve ka bastard, edhe mes serbëve ka bastard. Problemi është që ata e ka kapur një sekt zionist. Ata kanë Që është Netanyahu. Shekuj. Është Netanyahu dhe Mossadi vëlla. Është shumë e thjeshtë. Janë interesa gjeostrategjike, gjeoekonomike dhe dalin te fjala e Stalinit që po vrave një quhesh vrasës, po vrave 100 bësh mbret, po vrave 1000 futesh në statistikë. Ata janë futur në statistikë vëlla. Dhe është shumë e trisht. Për mua është genocidi i pastër para syve të botës dhe bota duhet të jetë me turp që nuk ka thonë gjys fjale për genocidin Gaza vëlla. Ore, s'po thot as Vatikani më vëlla, që ikoj që e tha i laf. Po ç'a Vatikani? Po më mirë, a pretendojmë që ore, atëre e kuptoj shumë mirë se Ç'a Vatikani janë shoqëri okulte këto vëlla. To janë lozha burr. Tani lozha më vllajim se flasim për një popull i cili është autokton, është popull që nuk është rrënjosur me mira vite. Madje është dhe vendi i shenjtë, si për muslimanët, si për tre fetë, për tre fetë si për mori qiqana. Tani, unë e kuptoj shumë mirë gjithçka, pas kanë dash sebeb. Edhe sebebin e gjetën. Bota që bënë, pra ne dole ka Ukrajina, talen, i bin, po themi, sigurisht që ai s'ka drejt, asaj Putin nuk ka drejt. Jo, aty ta tregon shpendi që ka drejt ai. Jo, dakord, po pa me të parë, po vret njerëz them lodha, nuk jam dakord me ty. Nuk jam dakord. Po them pa me të parë, pa i ditë fare në rrogosë si ndodhin gjërat. Tani ç'a ndodh? Unë di që Putin për shembull nuk mund të jojë do që mund të rrethohet nga gjithë sistemi antiraket i NATO-s. Nuk ka shanse. Kjo është një nga arsyet. Po themi ka dhe arsyet tjera. Po. Por jemi duke u marrë shumë me Ukrainën që për fat mirë jemi shumë humanë dhe keq. Jo. Dhe s'po merrem me Gazën për çdo i popull, vëlla. Un kam parë dhe kam më shumë me musliman, me ata që janë aty. Po pranë tyre. Kam parë që ti vendosen pikat mbi, kam parë çdo dokumentar dhe çdo deklarat Lavrovit, sepse për mua ai është mendja më e madhe gjeopolitikës botërore momentalisht vëlla. Po, është Lavrovi vëlla. Ne kemi deklaruar operacionin special, shtabit luftës i ka vajtur lajmin që neve po hym të evakuojmë popullsinë, është në përgjegjësinë e ukrainasve që evakuojnë popullsinë e vet. Absolutisht targeti nuk ka qenë nëpër pallate, por gjatë luftës bën edhe gabime në koordinata. Justifikim. Do thosh ti mbase gënjem, mbase gënjem vëlla.
po ta justifikon me argumenta bindse, që edhe të shkon mendja vëlla, sepse ne jemi këtu dhe mua mund derdhet kjo birra. Edhe e bëj çorap këtu. Shumë të drejtë pa ti, ke drejtë. Pra, Amerika do pranonte krizën kubane të raketave në 63-shin a 61-shin kur përdesh plasi lufta bërthamore, pse? Sepse i çoi raketat në Kub, ndje e rrezikuar Amerika. Pse Rusia nuk u pas kërkisht dashur të ndjehet e rrezikuar kur ja çonte në Ukrainë? Ke të drejtë. Është shkelur një konvent që është bërë me Gorbachevin edhe me Jelcinin, që nuk do ketë zjerim të NATO-s në ish territoret e Bashkimit Sovjetik. Gjitha janë shkel. Pra njerëzit nuk i din këto lloj gjonash. Njerëzit kjo shohin Zelenskin, një aktor komedian mediokër nën mesatar, që është vendosur si kukull dhe po u bombardua mëngjes drektar nga Shpendi Marini, televizionet kombëtare, ti e di më mirë se sa unë efektin e propagandës. Propagandash. Ndërkohë që në Izrael vëlla, po vritën fëmijë në Ukrainë, nuk janë vrarë fëmijë vëlla. Po edhe po të vra pak. Domethënë nuk janë ai qëllimi. Nuk janë qëllimi, kurse këtu po vritën fëmijët, pse? Sepse izraelitët ose në më saktë jo izraelitët vëlla, po ushtria e Netanyahut, që të jemi kështu politikisht korrekt dhe 100% korrekt, Netanyahu me klikën e vet, duan me shfarros atë lloj etnie vëlla. Po. Duan me i vrat të ardhmen. Kjo është bojë lexueshme. Pra, aty nuk po luftohet Hamasi vëlla, aty po luftohet Palestina të ardhmes. Po vritet e ardhme e Palestinës. Në burr, do plagë popullsia, do zhdukin fëmijët, morë filmin dhe më e bukur është ata po rrin po bëjnë rezistencë, po rrin aty po vdesin vëlla. Edhe vendi nuk ja lën atyre. Sepse kjo është karakteristika. Sepse kjo është karakteristika dhe vet Kissingeri te libri Diplomacia thot një shprehje. Pretendimet izraelite për tokën e premtuar janë me karakter biblik. Kurse pretendimet palestineze janë me karakter konstitucional. Pra të drejtë kanë këta vëlla që njohim sepse Bibla nuk është kushtetut. Ja. Tani Bibla mundtoi që vjen Mesia është në Shqipëri, dalun tani ndriçojmë dhe thamë jam unë Jezusi i Nazaretit i rimëshiruar të shpengashin tru podcast, a kupton? Shoj plumbat bashkë me kafazin para plumbave të gjitha. Ke edhe sorr mes plumbave. Edhe sorr mes plumbave, thon tani jam unë Mesia. Pse se ma ka dhënë drejtën Bibla apo Kurani? Ja, po, ka shenja për këtë. Budallën nga sa duash vëlla. E di, po problemi është shpend. Ti hapi temë dhe ndoshta ditë tjetër do kemi mundësi të flasim pak më gjerë. Problemi e diku është shpirtim. Unë vazhdoj ta kem. E para me komunitetin tonë musliman, që vetëm individ të saktuar që unë i kam shokë miq që me xhlisi shumë është marrë me ata. Po. Ke drejt, po. Po vetë komuniteti musliman duhet më i qëndrim si komunitet apo. Ora deri komuniteti thotë, ora valla janë, ora po vritin muslimanë burrë dhe. Po, e para, e dyta. Hajde të heqim në Shqipëri, jemi çiktar. Ata që kanë vërdallë burr. Po aty janë vendet Arabia, Jordania, Egjipti. Aty nuk di çfarë valla. Ata s'ka nevojë më burr. Po ti e di që Arabia duhet të jetë familja mbretërore e Arabisë, në thelb është familja mbretërore e Jordanisë, që janë gjaku blu, po i kanë nxjerr ky Mohammed bin Selmani. Po. Luftë mes beduinësh. A kuptoni që arabët me njëri tjetrin urren. Vllai. Por është e frikshme në bazë të karakterit të krahasimit që të bëra me Ku Klux Klanin, këta nuk e dinë që po bëjnë fundamentalizmin islamik, që ba me bë me shkrep flamurizi i muslimanëve, bëhet një ushtri për 1 miliard e 500 milion vetash o vllajëm. Gjaq besimtare. 1 miliard e 500 milion veta dhe hajde mbajtja dhe ajo është lufta shkatruese e botës. Po atë ndoshta duam, se s'e kuptoj fare, më përveç sa nuk e di çfarë duam me botë. Që thotë Einsteini fundit do shkojnë. Që ditë 4-ën e ditë do bëjmë me Shkopinj, se treta. Sa Einsteini shkret. Kishte ca mend ai burri. Ai burri aq mend kishte sa e varrosën patrulla. Ja kanë pretrun e ke pa? Ja kanë po, ja kanë prerë kështu. Normalisht. Kishte sa gjona më tepër se ne. Me kishte ca bekime, ca durata, po. Kishte më të madhe gjitha, ai mendohet se nëse se s'po i hym konspiracionet. Po, ka shumë teori. Shumë teorira, po për mua ai dhe Tesla janë më të mëdhenj të njerëzimit bashkë me Newtonin. Për shkencitet. Për mua ke shumë të drejtë, po prap eksperimentali ka qenë Tesla dhe Einsteini. Po Tesla. Eksperimente, I frikshëm. Tesla do bënte që neve mos kishim luftra.
me fuqinë e magnetike, fushës magnetike do prodhoj energji pa fund tër botën vlla. Pa fund, falas, free, wireless free, energji free vlla. Nuk kam pse të paguajnë 100.000 lekë drita apo tin shtëpi 150.000 lekë drita apo për ujë apo për gjitha me vende me rezerva hidrike apo me që neve kemi për furnizuar tërë Europën ujë këtu, edhe Afrikën. Atë mashme. Edhe neve marrim, po të them edhe një herë vlla, e kam vajtur me kushuririn tim, e kam bë kështu, e kam letër lakmus atë. 4 koli ujë me nga 1 litër e gjysmë si bie 36 litra, 16.000 lekë. Të di kam thënë plako, 36 litra ujë, 16.000 lekë. Në Shqipëri vlla. Se si në Afrikë, nuk jenë në Ruanda, s'ka ujë. E vlla. 16.000 lekë ujë vlla. Ujë me bu. Të marrësh me kolia. Ujë në Shqipëri, që ka ujë, shko në Vlorë, shko në Puk, shko. Po vetëm Gramozi ka 500 burime më. Është me ambledh vetë aty, i ketë filtruar. Po s'di sa vende kemi vetëm këtu në Tiranë mbrapa. Problemi është vlla që neve nuk kërkojmë do drejtat tona, pra ne nuk kemi fytyrë me kërku drejta për palestinezët. Neve si popull. Ne s'kemi të drejta mos sepse ne u bën shumë gjëra për të mos pasur ne drejta. Por për sa kohë vllai, vota jote, elementi yt më i fortë, I dinjitetit. jo vetëm dinjiteti, por vërtet edhe armë fizike. Armë, ajo është plumbion, ai është plumbion. Plumbiot. Tek, lumb gjyhet ku duhet. Në rastet kur shitet se shiko propaganda është propagandë. Po. Unë vike shpende dhe përpiqem të mbush mendjen për po themi për Partinë Socialiste Pa. që shpend ka bë kut pëlqen. Po. Ty çat mungo. Kjo është propagandë, kjo është fushat. Po. Në momentin kur ti je shit, ke dhon lekët, ke marr lekët, ke marin, atëherë ky është problemi. Edhe unë ty do të të keq përdor gjithë jetën sa ti je gjallë. Normale, sepse ta japun drejtën. Këtë të keq e kemi ne. Dhe militantizmi, o vllai, duhet të heqim dorë nga militantizmi se janë ignorant. Janë tifoza. O vlla, po nuk mundem dot, ore nuk du më vlla. Unë për subjektin partijak du me dhom Partisë Demokratike. Nuk pëlqej kryetarin, nën kryetarin. Po partisë do t'ja jap, ë? Po pse më do t'ja jap partisë? As partisë, se partinë po e marrin kontroll disa që unë nuk e du. Po. Rast më të frikshëm dhe këtë po ta them tash. Unë nuk kam asgjë me Partinë Demokratike, ta thash, baba im herët ka qenë themeluese të PS. Rast më të frikshëm se të bësh primaret dhe të mos e respektosh nuk ka. Kjo është arsyeja e neverisë time vlla, që unë I them mos hapni gojën për vjedhje, sepse nuk keni juve kartë morale për t'ia kërku hajdutit tjetër pse mvodhe, kur ti vodhe brenda shtëpisë vlla. Ti vetë deklarove, s'ta kërkoj njeri. Po s'ja kërkoj njeri më ka më e bë. Futi ta 250 ai. Futi sa 212, 216, shkruaj aty 250 ta vota ec. Ka gjë. Dhe nuk mund të fitohet, duhet të heq dorë nga gjua e dhunës edhe nga të dyja krahët, nuk e kam me Partinë Demokratike. Nga të treja krahët. Nga të pesa kush janë? Nga të gjitha krahët. Nuk mund të pranoj dot që disa të rinj, jo njëri, po disa, përfaqësues të subjekteve të ndryshme, u lërasin për tasin me një infantilitet të frikshëm në komunikim. Çfarë thonë? S'ka dhe fjalor. Fare më. Një, unë do bëj këtë, unë do bëj. Ore budall, po I drejtohesh popullit tënd, ma ka I çik etik, po ka I çik. Ku ikën ato gjërat e para të edukatës, të habisin në Japoni vllai, deri në klasë 8 fëmijët merren vetëm me edukat, nuk bëjnë asnjë mësimi. Në klasë 8 e mbrapa fillojnë. Po. Deri në 10 vjeçër ata nuk kanë sistem vlerësor notash. O vlla. Janë vetëm mirë, shumë mirë. Mirë, shumë mirë. Po. Tradita. Deri në klasë 4, pastaj Po fillon merret me edukata. faktin si mahet shamia, kur I jepet leja, personit flas, kur do ta thuash mendimin tonë? Jo më gjitha komunikimet. Dhe me drejt shifsha të fëmijë, thoshte çfarë bahani thoshte të keqen çaçi? Brokoli. Kush është ushqimi yt I preferuar? Në shkollat japoneze. Brokoli. Kush është buk, picë? Ai rindë shifën, nuk e di çfarë janë këto. Nuk e dinte më çfarë ishte buka, pica, nuk e dinte, ai hante vetëm perime edhe të zjera, se ashtu vllai. Pa e ke pamë se janë, ke pani edhe ato sumot kur zihen. Edhe sumot shtohen artificialisht, po. Leja të shiten popull, super popull. Nëse Japonia është dashurim vetë vlla, për mua është 30 vjet Amerika para nesh, Japonia është 30 vjet. 300 para gjithëve. Është 30 vjet para Amerikës, do flasim.
Do flasim për Amerikën, do flasim për shumë tema tjera, do flasim për një projekt që po më thoshem që parë. Kemi për të bëjë gjë të që lezetshme, do bëjmë po gjë të shpresojmë lezetshme. që të bashkë na për të Po, bërë. kështu që do ta kemi, do më shikoni tani më edhe me kismet Zotit, se vetëm ai lart i di gjonat. Kemi në mendje që ta bëjmë edhe një projekt bashkë për gjithë juve pacientët që t'ju heqim pak helmin. Ndalojmë hemorragjin, se për t'ju shëruar do të shërojmë dhe veten, po të ndalojmë çik hemorragjin. Pra, gjëja e parë që duhet kemi, sot u morëm edhe pak me çështje politike të vogla, por në këtë projekt do jetë një projekt krejtësisht i ndarë nga politika. Po. Do kemi komunikime me njerëz që shtyn përpara shtetin shqiptar me kontribut, me dije, por do kemi edhe humor në mes, të dyna. Kështu që do bëjmë diçka që mendoj se do jetë shumë e bukur dhe u do shpendi. Do ta bëjmë live. Patjetër live. Që do merrni edhe juve pjesë, si shmerrni gjithmonë pjesë tek live-et tona në mesazhe, në për komente. Mos harroni të na bëni subscribe në Tru Podcast, në faqen tonë të YouTube-it, i cili po rritet për ditë. Dhe për gjithë juve që keni nevojë për reklama ose doni të reklamoni diçka tek podcasti im Modest, keni numrin 6980 454, më shkruani në WhatsApp, e kam unë, telefoni është këtu për gjithë juve që pyesni me Gashin flas apo me një punëtor. Gashi nuk ka punëtor, se shkruaj punëtor për vete. Unë jam punëtori i parë i kësaj studios, pastaj vin tjerët. Dhe këtu jemi si një biçim familje e vogël që zihemi me njëri tjetrin, po që gjeneron përpara. Sot kishim Marin Orhanasin, do ta kemi prap në një rubrik tani më me Marinin. Do kemi vetëm kontribute për shoqërinë që të na shikojnë nga 1 vjeç deri te 85 vjeç. Kjo është e vërtetë. Mund të na pëlqeni ose jo, po të pakën nuk do na thoni që edhe juve u brut. Deri atëherë, natën e mirë. Faleminderit, vëllai.